Mirëmbrëma të gjithëve. Jemi në pikun e fushatës elektorale dhe pa dyshim sot do të flasim pikërisht për zgjedhjet e 11 majit. Sigurisht në emisionin e sotëm nuk do të ngelemi tek batutat që shkërmbejnë mes njëri tjetrit liderët e partive politike, por tek programet e tyre, tek premtimet e tyre, premtimet kryesisht ekonomike. Dhe tema e emisionit të sotëm është fatura e premtimeve. Kemi nxjerrë premtimet kryesore të dy partive të mëdha, të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Sa janë ato të bëshme dhe si ka qenë gjendja ekonomike gjatë 4 viteve të shkuara të mandatit të tretë të Edi Ramës dhe si pritet të jetë në 4 vjeçarin e ardhshëm, pavarësisht se kush do të fitojë, kush do jetë kryeministri i ardhshëm, cili është trendi i zhvillimit ekonomik të vendit. Për këtë kam një panel me 4 ekspertë të njohur të ekonomisë. Me zotin Eduard Gjokutaj, mirëmbrëma, me zotin Fatos Çoçoli, mirëmbrëma, me zotin Klodian Muço, mirëmbrëma, dhe me zotin Vjoldi Danaj, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. E nisim me programin e Partisë Socialiste. Sigurisht ajo çka njerëzit gjykojnë janë pagat dhe pensionet. Ajo është e para që diskutohet në një vend në zhvillim si Shqipëria, është argumenti kryesor ekonomik në një fushatë elektorale. Dhe Partia Socialiste premton që të ardhurat për frym do t'i ketë 15.000 euro. Pagën mesatare 1.200 euro, pagën minimale 500 euro. Prodhimi i brendshëm bruto do rritet në fund të 4 vjetëve nëse do kemi sërish një qeveri socialiste nga 25 miliard që është aktualisht në 35 miliard euro. Pensioni mesatar do jetë 400 euro, ndërkohë që premtojnë një pension minimal 200 euro. Në fushën e arsimit premtojnë që mësuesët do kenë paga mesatare 1.250 euro, ndërkohë që premtojnë dhe investimet duke shtuar 200 shkolla të reja. Në shëndetësi, pagat e mjekëve do shkojnë tek 2.000 euro premton Edi Rama, ndërkohë për infermierët 8.500 euro. Ndërkohë i është rikthyer atij premtimit që ka bërë 12 vjet më parë për 24 orë ujë në të 16 zonat urbane të mbetura, nga të cilat 11 janë në kantier, sot që flasim, dhe 37 zona rurale. Janë fizibël, janë të bëshme, zoti Gjokutaj? Mendoj që nga ajo çfarë kemi matur deri tani dhe do ta bëjmë publike, janë të zbatueshme deri në masën 70-75%. Pra, si premtime. Pastaj në realizueshmërinë e tyre, në momentin që ato kalojnë në program qeverisësh, natyrisht që kjo përqindje bie edhe më poshtë. Të mos harrojmë një gjë, të ardhur për frym, marrim disa indekse që ti tregoj më mirë, kanë të bëjnë me një rritje ekonomike mesatare 4,5 deri në 5% në vit. Në fakt është një përsëritje e premtimit, pasi të njëjtën gjë Partia Socialiste premtoi edhe në vitin 2021, por nuk u arrit më shumë se sa afër 4% në mesataren e saj. Pra, rritjen e të ardhurave për frym. Po duke u rritur të ardhurat për frym, ky nuk është një tregues që të gjithë do marrin. Në këto të ardhura, në këtë përqindje arritjeje, sa është reale dhe sa është forcimi i lekut? Deri në 70% tjetër. Jo, s'ka të bëjë thjesht me zhvlerësimin e euros, pasi ta marrim me këtë bazë llogaritje që jemi aktualisht, por të kuptojmë mirë që këto të ardhurat për frym nuk janë se do i marrin shqiptarët, do i kenë në dorë. Është një pjesëtim aritmetikor midis asaj që supozohet se do vej kaq me atë sa banor janë, sa do ngelen më saktë deri në 2029. Pra, është një tregues që në vetvete kërkon të godasi pikërisht publikun me qasjen që do rritet ekonomia dhe duke rritur ekonomia do marrin gjithë nga pak. Tu fillon diskutimi i madh që ne e bëjmë shpesh që ekonomia në fakt nuk rritet nga pjesëmarrja e të gjithëve, rritet nga pjesëmarrja e 2-3 shtyllave, ku marrin pjesë pak dhe të tjerët nuk përfitojnë dot nga ajo çfarë shpërndahet nga ekonomia. Pra nuk arrin. Sipas teje, cila nuk arrihet? Do të thesh 70% realizoshme. Do të besoj unë me atë lloj niveli që është, pra paga mesatare 1.200 euro. Paga minimale 500 euro, pensioni minimal 200 euro dhe pensioni mesatar 400 euro. Arrihet? Tani paga mesatare nëse e kuptojmë është për gjithë Shqipërinë, nuk është vetëm për sektorin publik, nëse kuptohet mirë. Por nëse do edhe sektori privat është një sfidë mjaft e vështirë, e cila në vetvete nuk ka të bëjë me sa arrim, por ka të bëjë me sa
do të përmirësohet produktiviteti i ekonomisë në këto 4 vite, gjë që është e pamundur të rritet nga një produktivitet i ullët i cili prodhon vlerë të ullët në këtë nivel. Pra dhe ajo ka shumë ambicie brenda dhe hyn deri diku në atë pjesën që unë e shikoj me shumë vështirësi. Tani paga minimale çfarë është? Është një vendim që qeveria e vendos në të shumtën e rasteve a priori në ç'kuptim nuk konsultohet as me sindikatat. Këtu ja imponon jo vetëm sistemit publik, po dhe aty që punon në privat. Në vetvete duket si detyron punëdhënësin të thotë nuk do marrësh njerin në punë. Po që ta bësh këtë rritje, poshtë sa i bie 500 euro. 500 euro, po. Është një ambicie politike më shumë se sa ekonomike, se që të vesh në një nivel pagë të caktuar, me sforco janë bërë dhe deri më sot. Ekonomia nuk prodhon për të mbajtur atë pagë minimale, për arsye se do të mbajnë bizneset. Mirë, po bizneset do të rritet kostoja. Tani 400 euro është paga minimale. 400 euro, 40.000 lekë. Jo, nuk është se zbatohet 100%, pasi bizneset kur janë të pa qartë të tillë që u rëndon kosto, e zbatojnë në mënyrat e tyre. Pastaj neve kemi këtë problematikë që tjetër gjë bëjmë llogari në letër dhe tjetër gjë na dalin. Dhe thënë në të gjitha, unë do bëja një koment për pensionin minimal, i cili është fiksuar 200 euro. Në fakt, të gjithë të e thonë tani, dhe partitë e vogla dhe PD-ja, të gjitha shpikulojnë. Duhet të thuash që PS-ja praktikisht pranoi që për llogaritja bërë nga PD-ja për pension minimal 200 euro që kishte drejt. S'ka rëndësi kush e bën për llogaritë, nuk mjafton domethënë. Shiko, pensioni minimal 200 euro, nuk e di se pse e lidhin domosdoshmërisht me një shifër që ka qenë dikur për minimumin jetik, me atë lidhet, e cila kjo ka ndryshuar, nuk është më 20.000 lekë apo 200 euro. Ajo shumë e lartë për arsye se çmimet ecin, kostoja ecin dhe ka vajt diku te 24-25.000 lekë dhe që të jetoj një njeri normalisht me këtë jeton sa për të mbajtur frymën. Pra, çdo thot pension minimal është për ata që sot e kanë deri në 100 euro, ata që marrin pensione sociale, pensionet më minimale, por ndërkohë nuk e shpjegon se si do t'u bëj pensionistëve që dalin sot në mënyrë masive, ata që marrin pensionet të pjesme që s'kan plotësuar vite, që janë emigrant, t'u çoj në këto vlera dhe fatura në këtë rast është mjaftueshëm të paktën sa rritja që bëri për pagat në 2 vite. Domethënë vetë diku të 35-40 miliard lekë të reja, apo të thënë ndryshe 400 milion e kusur vetëm kjo euro. Po pra po. Kështu që bazuar mbi këtë duke pasur parasysh që tani kemi një buxhet mbi 8 miliard euro. Për çështje prioritare është. Buxheti është 8.2, po nuk është se zbatohet 8.2 se në fund të vitit ngelin bishta pa u zbatuar. Ajo ku do merren këto lekë, unë shikoj te pjesa që për informalitetin flitet shumë, ende nuk ka asnjë program. Unë nuk pas në programet e asnjërs nga partitë, pra partitë duhet të thënë që vazhdojnë me modelin e vjetër. Pra cili është modeli vjetër? Rifreskojnë premtimet qoftë PS-ja, qoftë PD-ja, duke i veshur me ngjyrën e kohës. Ndërsa të dyja i mësojnë, pra po të shikosh shpenzimet që ne kemi parë me detaje, i mësojnë përsëri infrastrukturës, ka shpenzime mjaftueshëm për infrastrukturën, i mësojnë deri diku infrastrukturës shëndetësore dhe arsimore, por pa i mësuar pjesës që kanë probleme cilësisë, pa investuar te ekonomia, neve nga analiza që bëm për qeverinë, ekonomia doli e fundit në përmbushjen e programit saj. Pse se ekonomia nuk do të thotë bësh politika, duhet hedhësh lekë. Dhe të hedhësh lekë do i hedhësh aty ku jepet dhe ku merret më shumë. Dhe pra duhet investuar. Po duhet investuar, nuk është investuar dhe prap nuk investohet në këto programe. Pra, vazhdon në njëjti program. Dhe është një qasje e tillë që më së shumti kërkojnë të hapen në shumë fronte dhe të kënaqen nga pak të gjithë. Ky është thënë përmbledh tash. Ndërsa nëse flasim për faturë buxhetore të mirëfillt, këto e tejkalojnë kapacitetet e buxhetit, qoftë PS-ja, qoftë PD-ja, me ato çfarë kanë. Rritet borxhi. Pra, buxheti duhet të rritet paktën me 30 deri në 50%. Kur them 30-50%, sa është rritur? Nga 2021 deri në 2025, buxheti është rritur deri në 30%, pra ka qenë 5.8 miliard, ka vajt 8.2 në tashmë duhet vej 12 miliard. Gjë që nuk mund të jetë kaq e sigurt në kohën që jetojmë kur çfarë kemi? Kemi sfidat e globale të jashtme dhe Shqipëria shumë e rrezikuar nga sfidat se është vend importues dhe me një herë rriti çmimin ai tjetri, ty të erdhi këtu fut dhe spekulimin, fut dhe euron që përmende dhe nuk dalin llogaritë dhe pastaj me borxhe nuk mund të shtyhet dot më se Shqipëria ka marrë borxhe mjaftueshëm tashmë për të lënë shumë pak hapësirë. Pra, në qoftë se vazhdohet me këtë lloj politike, të cilën unë besoj që kanë mundësi ta korrigjojnë, edhe pse mund ta kenë hedhur në letër, ne dalim me këpucë të kuqe. I realizueshëm? Ekziston rreziku i këpucëve të kuqe që thotë Gjokutaj? Jo, nuk besoj se këpucët do jenë të kuqe, sepse
duke parë mënyrën se si është shritur buxheti jonë gjatë 4 viteve të fundit. Ma vi. Jo, është ideja e këpuzve të kuqe që është krejtësisht e pamundur sepse do kalosh në kolaps buxheti. Për Mavi nuk e di nëse ka ndonjë batutë lidhur me buxhetin, por dua të them vetëm këtë që më duket buxhet ose më mirë faturë apo premtime ekonomike i lirë më serioze në dy gjëra. Të lutem, ti dërri vetëm një gjë të vogël. Sa duhet të jetë rritje ekonomike që të kalosh nga GDP-ja sot, prodhimi përgjithshëm bruto 25 miliard për të kaluar te 35 miliardshi. Sa duhet të jetë rritja në vit, në 4 vite? Për të justifikuar atë rritje. Po, shumë e drejtë. Në rast se i jap një përgjigje miku tim. Me që thua ti realizueshëm thua e bise. 4% po. Që ta kuptojmë dhe qytetarët. Të të mos futemi shumë në llogaritet e detajuara ekonomike. 4%. Luta edhe para se të nisnim do të jetë jo bisedë me terma të banalizuara, po të divulguara që të jetë sa më e kuptueshme nga publiku. Po. Tani, vlera e shtuar në ekonominë tonë, që ta kuptojnë qytetarët, është 25 miliard euro. Prodhimi për brendshëm bruto. Për një vit. Pra ne shtojmë 25 miliard. Jo, kaq është prodhimi përgjithshëm bruto, po kjo është baza ku nisi. Vlera e shtuar. Vlera që ne e shtojmë gjatë një viti. Kaq prodhon Shqipëria në një vit. Po, vlera e shtuar. Kaq prodhon. Kjo vlera e shtuar 25 miliard euro, nëse e shumëzojmë me 4%, që është e thjesht, 25 herë 4, 100, po. Të del 1 miliard. 1 miliard. Do me thënë vitin tjetër nga 25 shkon 26. Bas 2 vjetësh? 1 miliard. Po mbajtë këtë 4%, ke 1 miliard e 200.000 se është e kumuluar. 27.2 vitin e dytë. Viti tret, 1 miliard e 350.000. 28.5 vitin e tret. Dhe viti 4, po me 4%, të shkon diku ke 35 miliard. Po, shikoj pak aty e ke premtimin 35 miliardët. Që këtu e ke, si kur të marim të mirëqen që rritja është 4%, që këtu e ke mashtrim gjysmën, 50% është mashtrim. Po jam a e bërë logari. Në fakt nuk e marim 4% rritjen. Po sa e marim? E marim mbi 5% dhe skenari më i mirë vete 32 miliard, por 35 mund të jetë... Po në 12 vjetë që mbajtën pushtetin deri më sot, kur e rritën me mbi 5%? Nuk është rritur, pra të po të thamë, është optimist. Kështu që a është që këtu, do me thënë, dhe rritja 4% është rritja optimiste, sepse unë pashtë dhënat e bankës botërore që për rritje në afat mesme dhe afat gjatë të Shqipërisë. Nuk ta japin më tepër se sa 3.3%. Se i bin logarit që do rritet, si që thotë fatosi, mbi 5%. Pse do rimeren investimet, presuppozohet, ato çfarë janë hedhur. Janë disa faktorë që janë mbi 1 miliard dhe mendohet që do të vazhdojnë edhe për 4 vitet e ardhshme. Madje, nëse nuk gabon... Po të ardhurat janë edhe sot, te 25 a janë edhe sot, nuk është... Klodian, ki parasysh se premtimi për 15 miliard, që ti me të drejtë bëre pyetjen, nuk është për marrjen e 2029-s, është për 2030, në mos gabojmë. Po shtoj dhe 1 miliard. Të flasim do fatos do të lutesha do mos të qëndrojmë te këtë dhëna globale, te shifrat globale, te shifrat makro, po të qëndrojmë te këto që kanë të bëjnë me xhepin e qytetarëve. Do paga mesatare 1.200 euro, paga minimale 500 euro, pensioni mesatar 400 euro, pensioni minimal 200 euro. Pse më duken më serioze dhe të realizueshme, se këtu e nisa. Po. E para, janë premtime që janë në fund të vrapimit. Pra bëhet fjalë që këto janë shifrat që i lirë do të realizohen pas 5 vitesh. Ndërkohë që partia tjetër të thotë që... Po 4 vjetë është një mandat, nuk është 5 vjeçar, apo e... Dakor, po i heqim një vit. Ndërkohë që partia tjetër të thotë që i dashur pensionist, janë 731.000 prej nesh, që janë pensionistë dhe që flasim. Ti do ta kesh minimumin jetik, pra dhe pensionin minimal 200 euro, se kjo nuk kupton kryesisht premtimi për të bërë minimumin jetik zyrtar. Në momentin që ti do ta marrësh, dhe çfarë është loja, unë nuk po e quaj mashtrim, siç foli parafolsi im i nderuar, po e quaj që qëllimisht nuk është thënë se kur do ta bësh. Njerëz premtuar për 3 muaj. Fatos, 1 muaj para thoshte utopi që ta arrishën pension 200 euro. I dashur nuk e pranonte kryeministri, quante stude. I dashur zoti Danaj, është misioni i pamundur ta realizosh brenda 3 muajve.
e kalon buxhetin në kolaps. Jo, Fatos, e ditë... Ta realizosh brenda një viti sërish është misioni pa mundur. Prandaj them është më serios ky premtim. Është i premtimi ujit. 200 euro premtimi minimal është nuk e ke në 2029 do realizohet. E ke 200 në maj të 2030-ës. Po nuk mund të premtim për mandatin e ardhshëm. Dhe prandaj është serios. Pse? Sepse të thotë që atë 200 që nuk ta realizoj dot, nuk ta garantoj dot pensionin minimal brenda një viti, siç premton pjesa tjetër, apo brenda 3 muajsh, se ka qenë ca premtime brenda 3 muajsh. Që ishte krejtësisht a logjike ekonomike që të realizohej. S'është a logjike ekonomike. Dakor, do ta diskutojmë edhe këtë. Pra, unë po të them që pensionin minimal ti brenda një viti do ta kesh, por nuk thuhet, sepse janë detaje, dhe djalli fshihet këtë detajet i dashurisë. Ti e di më mirë se unë. Dhe çfarë thuhet? Domethënë thuhet 200 euro në fund të këtij 5 vjeçari. Çfarë do thotë? Që brenda një viti nga 100 që është tani pensioni minimal do shkoj ndoshta 125. Madje është premtuar me reformën e re në të kujtohet të pensioneve, me njëherë pensioni minimal do shkojë 150, edhe mund ta bëjnë. Por ama 200 nuk e bëjnë dot, sepse e kalojnë buxhetin në kolaps. Kjo është logjika. Këtë mandat që ai kërkon nuk e bën dot. Është një mashtrim që ma jep votën. Zoti Dana, nuk po e pyes direkt, më jep ti një përgjigje. Po. Pra, partia kryesore në... Fatos, vazhdo më tutje, vazhdo. Këtë ardhuar për frymë sot sa janë. Dakor, gelemi një ke pensione se janë 731.000 qytetar, janë të marri me rap. Dhe pyetja është e tillë. Kur mendon partia kryesore e jona në opozit, ta realizoj këtë... Për një vit e mendon. Brenda 100 ditës. Për një vit. Brenda 100 ditës, përfaqësuesi kësaj partie të thotë brenda 3 muajsh. Brenda 100 ditëve, apo jo? 3 muaj e 10 ditë. Po. Brenda 100 ditëve, mua më duket aksion e di si mund të bëhet. U rritën pagat administratës me një të rënd të lapsit. Më vjen të them, pozitive, pjesën e dytë do flasim për programin e PD-s. Të qëndrojmë tek këto të analizimi. Ama kjo është i realizueshëm pse? Sepse nuk ta thot brenda 100 ditëve. Ta thot pas 5 viteve. Ky nivel. Do ta ketë rritjen graduale. Si do ta ketë? Se dhe këtë e kanë thënë. Po pse analizon për 5 vite? Po mirë, po kjo është sepse pensionistin nuk mund të presin. Nuk e ka thënë, siko, kur thua 5 vite nuk është kjo, në fakt nga çka kuptohet. Ajo thuhet që vërtet graduale do jenë, por nuk jepet ideja do bëhet në fund mandatit. Jepet ideja që përgjithsisht do shijohen tani se për ndryshe pastaj nëse jepet në fund mandatit, nuk është më premtim që jep ajo që e thot, e jep ajo që e mbar. Jo, dakord. E zeza mbi të bardhë. Pensioni minimal bëhet 200 euro po duhet sqaruar në vitin 2030. Nuk është sqaruar në këtë formë. Pra, 4 vjetë vazhdojnë si që janë. 200 euro që në janar të 2026. Po mi pra po atëre... Nuk do të kesh 200 euro. Çfarë do hanë njerëzit deri në 2029? Prandaj më dhim se të opozita. Çfarë do hanë mbaron në 2029? Përfaqësuesi i opozitës thotë brenda 100 ditë. Po, pensionistët e ditë do hanë... që është misioni i pamundur. Dakord, por leqe nuk janë një shumicë e madhe një ky numër i pensioneve minimale një. 521.000. Jo, s'janë më... Ta nxorri ministri i punës. Jo, pra po janë... Ministri i ata me pensione sociale janë shumë më pak. Ata me pensione sociale. 200.000 lek, janë 521.000 pensionistë. E pranon? Jo. Po e ka thënë ministri. Po nuk e di tani ministri... Ata në momentin kur dhash përblimin, 521.000 pensionistë janë në 200.000 lek të vjetra në muaj dhe 210.000 pensionistë, 211.000, janë mbi 200.000 lek. Po të lexosh shifrat e ISSH-s, ai nga ISSH-ja i merr pa dyshim. Nuk është ky numër. ISSH-ja kush është ISSH-ja? Instituti i Sigurimeve Shoqërore që publikon listat e pensionistëve. Si se shkruaj, po ai deklaroi. Ai dëgjove edhe tjetër. Po nuk e di se si. Nuk e dua ta komentoj këtë se rezervoj të drejtën për të mos e komentuar. Por ti rezervoj çfarë të duash, por kjo është deklaratë publike, do apo s'do. Që të gjithë sot shifrat e atyre është një sfidë e vështirë dhe unë shifra merr. 521.000 pensionistë më fal. Të mos hym te kjo pjesa se sa janë. Që janë me pension nën 200.000 lekë të vjetra në muaj, do të marrin 150.000 lekë bonus. E dikuan të gjithë. Të presës dhe 4 vite për të bërë pensionin të nivelit, ndërkohë çmimet janë rritur. Janë rritur çmimet dhe nuk ngelet më hapësirë për të qenë 200. Ngelet për të vajtur 400. Kur mendon partia në qeverisje ta bëj 200? Ti e mendon në mes mandatit, në vitin e 3, pensioni minimal, duhet ta sqaroj, pensioni minimal, është rritje graduale. Kjo është ide programit, pra realizueshme,
logikë po bëhet të qartë sociale këtu. Ti ki parasysh diçka që unë po përfshi vetëm pensionin minimal. Po kene pensionin mesatar sot 157 lekë. Ka përfshirë dikush tjetër. Ajo shkone që tot ai pensionin nuk është normal. Të gjitha futen atë. E kalojnë pensioni minimal, Çoçoli. Sa është aktualisht pensioni mesatar? 18.700 lekë të reja. Shtuar edhe bonuset e vitit të fundit. Pra do në shkonte është 200 euro dhe 200 euro, tani që flasim. Ishtë afruar. Po me euro që kanë kurse. Pra do në pas 4 vjetëve dy fishohet. është 201 euro. Pra dy fishohen pensionet. Është e mundur? Pensioni mesatar që sot është sa premtimi i pensionit minimal, sa premtimi i pensionit minimal, minimali sot është të dyfishohet, dhe është e vetëa forcë politike që ka kurajo të thotë unë e dyfishoj pensionin mesatar. Këtë nuk e ka kurajo as opozita. Po mirë bëhet apo jo, se mund të doli të thotë donë që e vite 1 euro. Se ta ka dhënë, do ta realizojnë në 12 vjetë. Kjo është shtrimë, ne, si ekonomistë kemi, ekonomia është arti së mundurës. Të lutë. Dhe 5 vjetë e realizon. Por ama, për 100 ditë jo. Dhe këtu ndajemi, qapi nga shqeqeri. Tu është një avantur si ekonomist. Të ndjekim qika të linjën se si mund të bëhet. Që të bëhet, sot rreth 60% e pensionistëve të rinj që dalin, rreth 20.000, 22.000 pensionistë që dalin në vit, janë 60% e këtyre rreth sa i bie rreth 12.000 janë me pensione minimale. Pse? Se janë ata që kanë qenë punonjësit e informalitetit viteve 90, janë emigrantët, janë ata janë me pension të pjesëshëm që i ka pensioni minimal. U del diku te poshtë 200 mishes. Dhe këta nuk e stimulojnë pikërisht të objektivin e 400 euro, se këta e zgjerojnë gropën, jo e ngushtojnë. Se këta nuk dalin me pensionet të larta, nuk dalin mbi 200.000 lekë, ta dalin poshtë 200.000 lekë. Kështu që i bie do të subvencionojë shteti për arsye se s'ka asnjë skemë tjetër përveç buxhetit tu japi atë që mungon. Ndërkohë, cila është llogaria tjetër që bën qeveria? Ja ta mbaroj këtë sqarim vetë me vazhdim të fal. Mos e analizo argumentin fatose ata që mos e harrojmë. Po 4 vjet mandati ekonomisë dhe i shkëlqyer. Po si bën asnjë argumentin kohë. Do mbalësh ta 5 vjet. Mandati, mungritën aq pak qime. Ma le këtë patos. Në atë 100 ditë. Do bëjmë aritmetikën për njerëzit. Ti nuk e pranon as vetë që nuk realizon në 4 vjet. Premtim në ajër, të lutem. Pjesa tjetër janë ata që kanë paga më të larta, ish punonjës buxhetor dhe njerëz që kanë ndjekur një ritmik të caktuar të deklarimeve. Këta përbëjnë pakicë. Një ndryrë fare të vogël Gjokutaj. Sa vite pune duhet doon që të kesh të marrësh pension të plot? Po 35 pra. 35. Ka në një parashikim sa e kapin që pensionin e plot, që nuk kanë punuar në të zezë? Pyetja më e mirë se do shkoj nga 35 te 37 për të arritur atë. As 20% e atyre nuk e kapin pensionin e plot. Disa duhen unë që flas do më rritet moshe pensioni. 35-36, Edi ka drejt. E disa do të duhen në vitin 2030. Po të vazhdoj kjo reformë 38 vite. E di çdo thot 38 vite për të marrë një pension të plot? 5 vite më shumë se sa Gjermani. Gjermani që e ka atë nivelin e kontributit, e ka 3.2 Fatos, shiko. Ne 1.17 edhe duham 38 vite. Më falë një sekundë, se për pensionet e di që kemi argumente. Është dhënë një objektiv super ambicios, 700 km rrugë të reja. Do marrë infrastrukturën se është ekonomi, nuk është buxhet. 700 km rrugë të reja, në qovë se të paktën 20% tyre do i financoj buxheti, se si total bëjnë rreth 3.6 miliard vetëm ato, euro. Do ndërtohet hekurudhat, 300 km hekurudha, të cilat në llogarin ton bëjnë 3.6 miliard euro të tjera, të cilat jo domosdoshmërisht do financojnë nga buxheti shtetit, por janë sfida. Bashkimi Evropian. Porti i Porto Romanos vete deri në 1 miliard euro. 922 milion. Total infrastruktura me mirëmbajtje nga të parta në program të soja. Vete 12.9 miliard euro për 4 vite. 12.9 miliard euro. Ja ta mbaroj Gjokutaj. Që të dalim nga grupimi. Pra, infrastruktura vetëm e transportit rrugor 12.9 miliard euro me llogarit të cilat nuk do i paguaj buxheti të gjitha, kuptohet, ca do janë llogaritur të merren nga grantet e BE-s, ca edhe borxhet që do marrim nga BE-ja, ca do jepim me PPP. Dhe ndërkohë, çfarë është? Kjo është një sfidë e infrastrukturës që nuk e kishte programin e kaluar për soja. Pra, ka zgjeruar Orexin biles më shumë se sa PD-ja, e cila i mësonte ajo infrastrukturës, do mbarojmë rrugën, thot Milot Morin, do mbarojmë rrugët e Unazës së Madhe, pra PD-ja në një farë mënyrë në infrastrukturë mbështet ato rrugë që janë.
Dhe kuptohet Kosovë është me ulët. Ndërkohë, unë nuk e di nga doli... Fokusi i programit të PD-s është Hekurudha qytetarit. Hekurudha një është pra ajo që do kushtoj Shqipëria me Kosovën. Hekurudha kryesore do rehabilitohet to që janë, pjesa me Durrësin. Po ti premtojmë vllai dash. Po ja kushtojnë shumë pra po them. Ku do gjenden lekët? Po ama do do bësh apo s'do bësh premtime? Premto se diçka do premtime të realizuar. Nuk e ka emergjencë. Po tash unë s'kam parë një premtim për një mjek, pak mjeku, s'kam parë një premtim. Paga mesatare 1250 euro. Arrihet apo jo? Tani, këtu ka një kurs, sepse këtu merret edhe ai që ka pagën 30.000 euro i shoqërive të hapura dhe ata që kanë 10.000 euro dhe ai që ka pagën 500 euro. Dhe normalisht mesatarja mund të dali këtu dhe... Mesatarja sot që po flasim është 87.500 lek bruto, 87.500 lek bruto, rreth 870 Por kjo ndryshon nga 3 mujorin 3 mujor. Nuk qëndron stabil. Shiko, fundi vitit u rrit paga mesatare se u futën dhe shpërblimet e fund vitit dhe pra paga 770-790 euro maksimumi. Po pra po. Mesatarja. Shkurthi mesatarës, jive të gjithëndë. Mesatarja. Po pra po. Në mesataren e saj sigurisht mund të bëhet. E di çfarë nuk më bind mua. Atje kur thot 15.000 euro të ardhurat për frym. Nuk e sqaron, do jetë mesatarja apo do jetë minimale. Ata marrim se është mesatarja. Jo, më merre mesatare, po sa sot? Nise nga sot. Ne kemi sot një përqindje të popullatës që e ka ndoshta 100 fishin e atyre. Dhe normalisht kur e fut mesatarja se nuk të del është mbi 2 fish. Nise nga mesatarja. Kurs, aktuali Po, sa e ke të ardhur? 10.237 euro. Tani që flasë. Kjo nuk është reale, se masa e popullsisë nuk e ka fatos. Shumë dakord. Po kjo është një pjesë e vogël e popullatës që të bën. Masa e popullsisë sot ta ka rrogën mesatare 700 euro. Dhe 700 euro ty maksimumi të bëjnë mesatare reale. Të bie 7.000 euro mesatare. Ti shiko diçka. Dhe 7.000 euro të qosh 15, shikoj koeficientin e pabarazisë. Po pikërisht, koeficienti i keni këtu shumë i lartë. Po pikërisht, kjo se ke përqendrim. Hendeku me dispagat të shtetit, me pagat e sektorit privat është 20-25%. Po dhe shteti ke qendrore. Ndërsa në fund të 3 mujorit të katërt, shteti e kishte 103.000 lekë me ato shpërblimet, këta të sektorit privat, ose neve të sektorit privat e kishim diku të 78.000 lekë, që përbën atë mesatare që nxjerr pastaj. Pra, çdo të thotë, është shumë ambicioze dhe nuk sqarohet do rritet me produktivitet, se sektori privat nuk merr vendim me produktivitet. Po prandaj ai zotëria vendos vetëm 15 euro. Serioze, nëse më lejon Edi. Sepse pavarësisht se aty thuhet, më fal Vjoli, pavarësisht se aty thuhet 1.200 euro paga mesatare, çfarë kam dëgjuar është që premtimi deri në 2030 është për pagën në shtet, jo për pagën mesatare në gjithë ekonominë tonë. Dhe të mos harrojmë që mua më duket aventur kur e premton 1.200 euro në fund mandatit për gjithë ekonominë. Është një sosja i termi që kemi diskutuar. Këtu jemi termika, po premtimi ka të bëjë premtimi kur duhet do seriozitet. Është një sosja i termi që kam për paqen fiskale. Paqja fiskale nuk kishte lidhje fare me regresisë. Nuk kishte lidhje. Nuk kishte lidhje. Si s'pas ka lidhje? Po sa nxjerr tash shteti? Një sekond. Sa nxjerr tash nga buxheti i shtetit? Për tatim fitimi, se paqja fiskale ke tatim fitimi, është ti e di fare. Jo, po paqja fiskale si term ka të bëjë me amosën fiskale. O Edi, mos ta ndryshojmë, kalojmë me paqja fiskale. Ishim tek paga mesatare 1.250 euro tani. Jo, meqense e përmendet. Ja divergojmë, nuk është sepse jemi të fushës edhe kërkojmë të gjejmë një kuptim. Po unë ma garantoj që këto premtime dhe ata vetë që i kanë bërë, ata i kanë bërë me të qeshur dhe kur na dëgjojnë ne që flasin, na marrin në mënyrë shumë qesharake, se nuk i besojnë as vetë. Kjo është një fushat, që kjo parti ka qenë 12 vite në pushtet, kur pas ka pas mundësi t'i bëj, çfarë ka bërë këto 12 vite? Që të marrë të mirëqenun një program të një partie që ka 12 vite në pushtet, duhet e para njerë të analizoj vetëm çfarë ka bërë këto 12 vite. Çfarë kanë premtuar në të shkuarën dhe ku kanë qëndruar probleme. Të bëj ka që ishin mundësit deri tani që u rrit mundësit ekonomia, tani do rrit pagat e pensionet. Kur ky zotëria, ja, të lutem, kur ky zotëria ka bërë një se çdo 4 vite janë bërë premtime të ngjashme nga kjo parti që sot e kemi në qeveri, se nuk po merrem me opozitën, e kemi më vonë. Tani në 12 vite analizoj pak sa përqind ke bërë, që të premtosh akoma sot në 2025 ujë 24 orë, është sigur jemi vendi i Afrikës. Ne kemi qytete sot turistike, Vlora që mbahet si perla, Parzën Tiranë që ka probleme me ujin i kontaminuar e gjitha, po Vlora 2 orë në ditë, 2 herë në ditë ujë. Dhe akoma 2025 ka kurajo, partia në pushtet, që 12 vite në pushtet, e thot
unë bas këti 4 vjeçari, ose në fund të këti 4 vjeçari, do arrit të japu juve ujë 24 orë. Dhe në 2030-ën, unë po apremtoj që tani, që ta marrë këtë 4 vjeçarun, dhe kushdoj që të vjesh punë e ti, po e gënjej unë që do arrini 200 euro pensjon minimal. Nëse i bëj një... Përse nuk i bën 12 vjetë, thot Danaj? Ti njerë që të jemi korrekte Ka thënë që do i përdore eksin që në mandatin e parë, ti do të realizonte ujë 24 orë. E kalojmë dhe ke ujë, po ti e kishe ke kilometrat e rrugëve, dhe pyete 700 kilometra të premtuara për 5 vjeta, janë të realizueshme? Pesha ti bëj një pyetje miku tim. Jo, se dalim pak ajo, se do diskutonin pak brenda pyetjes së Ilirit, sepse s'mori përgjigje Iliri akoma, dhe unë dua të jap një përgjigje të pak. Të jemi ndershëm me... Po, jepë përgjigjen, po. Domethënë që na ka bërë me bujqësi. Atëherë, sa mendon ti, Vjoldi, në qoftë se e ke si shifër, janë realizuar kilometra rrugë në këtë 4 vjeçar që po për mbyll? Jo, si shifër unë sa nuk e kam, por ama di që një rrugë e Arbrit që ka mbi 10 vjetë që ka filluar, që është një grop tashmë financiare, vazhdon të thithi lek, është grop, vazhdon të thithi lek, ka të i kaluar kontrata dhe në vlerë, edhe në ko. Në krahasim me projektin fillestar, edhe në vlerë, edhe në ko, dhe kjo është që ka ngrenë. Përse unë duhet ta besoj, ka lëvizur një lek, kur ky zotria i bën rrugët me parat e buxhetit të shtetit, të qytetarëve, dhe pastaj fut një taks atje, po e bën shteti, nuk e bën privati, pastaj fut një taks atje, ja jep privatit, i fut një taks, dhe ma merë, po i bën të tjera, i fut taksën e euro, që nuk e merë kushtin e këmbimit fitroj, jo, me që se më the për rrugës, se unë e kisha akoma të ujë, 12 vite se si ka bërë ato. E do një shifër? Ma thua një shifër, Fatos. 535 km. Në sa vite dhe sa ka gjetur të gatshme që vetëm i përfundon. Vetëm në 4 vite të Jo, e quan edhe rrugën e kombit, e quan rrugën e kombit pjesë të saj. A e quan rrugën e kombit që është në kone për dërë. 500 km vetëm 4 vitet e fundit? Po jo, edhe rruga e kombit është fundit dhe kjo statistikë. Po janë statistikat zyrtare. O edi, fute rruga e kombit, ka bërë sa regullime. Unë i di se studi shumë mirë, por nuk besoj. Unë e di fare mirë që ti... Me rrugën e kombit, me autostradën Fier, Vlorë, 500 km me 20%. E qënë se ke dhe një vit më shumë më falë. Dhe nga 535 të është bërë 700 km. Në këtu kuptim unë them që është e realizueshme. Në nivel të sa kilometra rrugë janë shtuar, shtesë, janë bërë. Janë maksimumi, dhe unë nuk jam i sigurt për këtë, po janë maksimumi në 12 vite. Dhe këto se po të shikosh gjithë statistikat e transportit, nuk tregojnë shtesë rrugës, pra se ato e provojnë tani, ato e marrin nga Ministria Përkatëse, ato futen bashkë e mirëmbajtja, ndoshta ke lloj gjë tjetër e di që ta kuptosh. Rrugët kategorisë parë, 2, 3, ato që janë, po ke rrugë që kanë qenë ekzistuese mbi trasën e cilëve. Edhe ka marrë një rrugë. Po nuk janë rrugë të reja, për shkak të reja. Janë bërë rrugë mbi trasën e po nuk janë rrugë të reja, pra po them. Po pra, po sepse është rrugë të reja. Ka qenë një rrugë shumë me që të luas me termin me drejtë çdo kujt. Të varfër. Bërja e rrugës, bërja e rrugës atje në Kukës. E ka marrë të mirëqenë gjithë rrugën e kombit. Ta pranoj logjikën. Vjoldi një sekond. Ta pranoj logjikën. Kur më thua rrugë e re, kushton 10 milionë kusur. Kur më thua rrugë që ka shtruar mbi trasë, është poshtë 10 milionë, që se ka të bëj shumë termin, se përndyshe për çfarë. Po si ti bën llogarinë pastaj? Po jo, ke patur një rrugë. E ke parasysh që është si të dorëzosh një televizion të vjetër. Po mos ma tregon. Vetë marrësh një televizor inteligjent, ura e Kukësit. Po flasim o internet i konsideron televizion të ri, ne konsideron televizion të vjetër. Të ka bërë rrugë të reja, po jo. Për rrugët drejt. Prandaj dalë për rrugët çfarë kemi për rrugët? Për 4 vjet. Rrugët në fakt Rama janë atemoj kur i bëri Berisha se s'kemi nevojë të masim kilometrazhin. Rrugët kanë një qëllim tjetër. Kanë të lidhin 2 destinacione në kohë reale, se duhet të shkurtojnë kohën. Kryesore, fiton në kohë. Duhet të jenë për ata. Sarandën sot e ke 45 minuta më. Edhe duhet të kenë një interes ekonomik. Duhet të lidhin tregun me prodhimin, pra tregun dhe të lidhin to zonat ku janë populluara. Prandaj unë do të thonë vetëm një sekondë, se s'po mbarojmë, po flasim nga pak të gjithë dhe s'po. E kisha për rrugët. Rrugët nuk e kanë arritur qëllimin, pra nuk kanë arritur ndërlidhjen midis tyre, se ky është qëllimi final për çfarë bëhen. Po jo pra, po ti shka Tirana, po në Elbasan përsa ikën? Pse shkon ti në Saran? Pse shkon në Vlorë? Kishe 3 orë gjysmë e bëje Vlorën për parë. E di fare mirë. Ti e di shumë mirë se ti do 2 orë të dalësh Tiranë-Durrës. Po unë jam Vlonja, tani që është hap Lungomarja nuk kaloj do të mas për 2 orë. Jo, jam, por
sepse Fatos, jemi ekonomist. jemi ekonomist, po jemi dhe qytetar. Ti ikës tani në Bregdet, bypassi ishtë mbyllur se është zënë rruga. Rruga e Lumit të Vlorës që ishte një rrugë e tillë që dohepte zhvillim dhe asaj ka Skarpati. Rruga panoramike, po shkarja është në 680 jo, janë të mbyllura tani se janë të mbyllura. Rruga tjetër, Vlorë, Orikum, ka ngelur vetëm një segment në mes, se po bëhet lungomarrja dhe krijon një super vështirësi për mos ndërtimet shumë masive të lejeve. Dhe tuneli i Palasit është i mbyllur, unë po flas si qytetar. Po unë nuk e ndaj vitin me copa, unë flas si qytetar. Pra, çfarë është qëllimi i premtimeve dhe përmbushjeve? Është që në radhë parë të mbarojnë afat, asnjë punim publik nuk mbaron afat dhe kjo është Këtu është shumë të drejtë. Në radhë të dytë, të më çojmë destinacion. Shiko, ikë sot në Pogradec është një sfidë apo jo? Në zotë ditët... Ama rruga e Pogradecit nuk është ajo rruga e shumë e bukur, por është sfidë. Okej, a mundem ta nisim, nuk po e marrë... Realizohen apo jo? Të lutem, ja ta nisim. Konkretisht, ke një, do me thënë thot, do hapim 200 shkolla të reja. Po ja vetëm një shifër, vetëm nga 2013 deri në 2022, të verifikuar nga Istat janë mbyll 293 shkolla. Do me thëmë, nuk po të llogarisë në 3 vitet e fundit. Po vetëm në 10 vjet, 293 shkolla të mbyllur. Tani thonë do ndërtojmë dhe 200 të tjera. Ta nisim të kalojmë të pensionet. Ti me të drejta do realizohet pensioni mesatar 400 euro. Në 10 vitet e fundit, pensioni mesatar është rritur me rritja reale ka qenë 23%. Tani, në 4 vite premtojnë që do ta dyfishojnë, do me thënë do ta rritin me 100%. Të kalojmë tek pensioni, të kalojmë tek qa kemi tjetër, paga mesatare 1.250 euro. Koha ka treguar janë bërë një sër studimesh në vitet e fundit, që praktikisht po lozin me ato për llogaritjet në lek dhe në euro. Faktikisht çfarë ka ndodhur? Kur e morën pushtetin, e kishte euro, ishte mesatarisht 120 lek, 1 euro. Jo, 120. 120. Sot ka kaluar më pak se sa 100, dhe kjo në një farë mënyre ka çuar, në qoftë se do bëjmë për llogaritë gjithmonë në euro, ka çuar pagën mesatare. Po gjithsesi, sot që po flasim, i bie që paga mesatare, gjithmonë në publik plus privat, bruto bashkë me shtesat, është 87.000 lek. Në që për të arritur të ka 1.250, i bie që të rritësh me 50%. Unë e kuptoj dashamirësinë e Fatosit që të bëhet avokat i gjallë. Objektivitet. Do rritim pagat në shtet, po paga në shtet është një çështje tjetër dhe paga biznesit ku baza një ekonomie, baza e punësimit duhet të jetë privati. Privati nuk e rrit pagën me të rënë të lapsit. Privati e rrit në varësi të produktivitetit. Në të gjithë këtë programin që kanë përshtypjen e kanë shkruar besoj 1 orë para se ta publikonin, se nuk ishte një grup pune për të bërë programin e PS-s, praktikisht nuk ka një llogaritje, ne kemi plan e qeverisë, nuk kemi program elektoral. Dhe thot janë ministrit që i kanë bërë studimet dhe... Cilat studime? Studimet edhe Fatosi vetë që është, do me thënë që është person, do me thënë që beson verbërisht tek ai që ka në mbrapa. Jo, nuk e besoj verbërisht. Mos më ndërprej. Vazhdon akoma të thoti të marrë të mirë qëndë që të gjitha këto premtime do bëhen pas 5 vjetësh. Mandati mbaron pas 4, 2029. Fatosi duke qenë që nuk i beson dhe vetë të gjitha këto që thot, normalisht thot 2030-ën. Që 2030-ën Rama ka thënë që 2029 do hap dhe dorëheqjen. Do dhe një mandat dhe pasaj do hap dorëheqjen. Po Fatosi thot do i bëjnë 2030. Jo, se e kanë të shkruar i dashur Klod. Zdalëm të Dhe mos haro, ti që the vetëm 23% rritja e pensioneve, harove në thojza, harove tërmeti shkatrues, 1.2 miliard euro dëmtime të 26 nëndorit të 2019-ës. Ishte brenda kësaj 4 vjeçare, që sa po në për 21% rritje pensioneve. Po nga 2013 deri 2019. Covid-19, pandemi, të çfarë të solli çdo vend të botës. Harove hiperinflacionin e periudhës kur Putin në 24 shkurt nuk ka rroma mjë, se te ka inflacioni edhe unë dikuam ne nga lufta 100%. Ai pensioni që ti the për 4 vite u rrit 21%, do ishte ndoshta 2 fishin. Po ishte e pamundur të bëjë. Po do ishte edhe 2 fishin për sëri do ekonomia është arti së mundës, ti e di më mirë se sa unë, dhe prandaj e ke kaq. Por mos haro që edhe ato bonuset që askush ose bën sikur i harrojnë, janë shtesa reale në pension. Po morën bonus, me shumë të drejtë. Po padosa 400 euro biznesi nuk e morën pension. Nuk u morën bonus. Është 187.000. Tani, unë të thash 201.000 pse
Sepse ai 14.000 lekë më shumë. Ti e di shumë mirë se kemi diskutuar është pikërisht para e fituar nga këto bonus. Edhe një herë që të kuptosh. Po ta ndash në 12. Që të kuptosh pse janë premtime boshe dhe as nuk i kanë, është e vërtetë ajo që thotë Gjoldi, që faktikisht mua më duket më ti e ke parë për boshe të 25 në 2 tani, jo. Nëse ke parë buxhetin e 2025-s, të lutem edhe mbaro. Ai të thotë 75%, ka kaluar një 3000 faqe, pra se çto realizohet 75%. Në 2025, kur publikuan rritjen mesatare të pensioneve dhe morën buxhetin afatmesëm, që shkonin deri në 2028, pra një vit nga 2029, pensionet do rriten mesatarisht me rreth 3% në vit. Edhe ke në buxhet të indeksuar. Okej, sepse Fatos, të lutem, më ndiq. Në mënyrë telegrafike, më thuaj pikat e programit fiskal të Partisë Socialiste. Do vazhdoj të ketë taksën progresive, çfarë ndryshon, sa përqind do jenë? Çfarë më pëlqen janë dy gjëra. Po. E para, nuk kanë ndryshime taksash. Më në fund, erdhi dita që një parti taksa e pronës 2026. Nuk ka ndryshime, me përjashtim të asaj nuk ka asnjë ndryshim themeltar. Sepse ishim mësuar me cicmice na ndryshonin taksat 80 herë në 7 vitet e fundit. Edhe biznesi ishte i pasigur. Tani, 4-5 vitet e ardhshme, sepse prap e diskutoja të 20-30, nuk është fut pa qëllim ajo. Ka gjëra tjera aty brenda programit. Mistike. Ka piketim, nëse do ta dish hapur, edhe të mandatit të 5. Sepse kur të thot 20-30, të thot pasaportën europiane, ti e di fare mirë se si lidhet. Pasaportën europiane ka jo kosto ekonomike. Po flasim tash për futurose diçka si çdo diçka tjetër. Ka vetëm përfitim pasaporta europiane. Po, kush ta jep pasaportën europiane? Se nuk do mbjellësh më kur ti jesh europian i vërtet, kush e vendos? Sa do donte, domethënë, shqiptarë në vizit të lirë sot, edhe pa logon, kjo është kostoja. Pa logon e Europës në pasaport, shqiptarë në vizit të lirë, Fatos. Shqiptarët të lirë, por vizin sot. Qa do ndryshoj? Në atë Italin që ti shkon her pas herë, në vizit të lirë me pensionin e kishe marrë. Po ta jep i fondet e BE-s, po s'ma jep pasaporta. Po deri sa të marrin pasaportet, çfarë do ham, Fatos? Po s'ma jep pasaporta nga pensionin. Fatos, është realisht investim edhe ekonomik ta besosh të lutem. O, Fatos, po nuk të ndikon asgjë më bura jo pasaporta, si jo ti dhe për 5 vite, edhe një mandat nuk do hysh në euro. Pasaporta të paguaj pensionistët e 400. Po dhe pa pasaporta, më falë të bie 2 shtete. Po Italia sot dhe në Europë të bie 2 shembuj të 2 shteteve. Polonia ka hyrë në një vit të caktuar, Kroacia ka hyrë në një vit të caktuar në BE. Në momentin që ato hyn, cili ishte impakti? Kroacia hyri se arrestoi ish kryeministin e vet, e di fare. Cili ishte impakti në ekonominë? Kemi të jeti fat edhe do vemi në atë. Nuk e di se këto do të arrestojmë ne, po arrestoi atë. Po jo më se kam arrestime, unë jo e kam ekonomi. Dhe brenda 3 vitesh u fut. Se kam historinë me arrestime, e kam ekonomi. Dakor, jo po. Shiko tani. Po Polonia edhe ke pasaporta, ke këto gjëra. Ju rrit vërtet ekonomia 2-3 vitet e para për arsye të prurjes së investimeve të caktuara që ishin planifikuar dhe natyrisht që pati një rritje ekonomike. Mirë, po nuk e mbajti dot gjatë për arsye se duke u futur në gjithë grupin e vendeve europiane, vajti prap aty ku ajo kishte standardet reale të saj. Po flasim për një Poloni që është shumë herë më tepër. Kroacia nga ana e saj, Polonia e Kaczynskit ke shumë të drejtë. E realizoi ato standarde. Por mos ta përsëritur. Edhe Kroacia pati të njëjtin, pati tregus. Ndërkohë nuk u pruri as mrekulli, shikoj se nuk duhet ta abuzuar me njerëzit. Që janë në Bashkimin Evropian është më shumë edhe një qasje më e fortë politike dhe një qasje me fort ekonomike. Pa diskutim. Fondet nuk të vinë ashtu si që mendon ti. Jo, nuk të vinë. I kanë vajtë Bullgarisë dhe janë njësoj si fondet e bujqësisë, po do të adish tani. Sa përfiton? Shikon, momentin që ti nuk i meriton fondet... Në momentin ku u bë antare, sa u rrit? I rikthym mbrapa prajm pjesë se ishin Bullgaria... Atë që po diskutonim, sa u rrit? U rrit dhe... 3 fishi. Jo. Më shumë se sa jo, 3 fishi,
me përqindje Do ta gjejmë pas emisionit bashkë edhe ua themi. E gjejmë dhe ta. Jo, nuk është e vërtetë. Ore, po pse Po të s'u kemi lutem, edhe një se nuk herë. me Më shumë Mos e thuaj se në këtë rast ekonomia nuk është arti të mundur. Mesatarisht, Në këtë rast në jetë nuk momentin që ishte Jo. 2 herë më pak merë. Po jo, pra nuk as u dyfishua, as u një fishua, ç'a flet? 3 fishua. Me ç'a? Sa divizohet fondët e AZBR-s si në bujqësinë përqindje shqiptare. rritje. Po do kishte vajt gjermanisht. Nuk po them Nuk po them si shifra absolute, si përqindje rritje. Po si 50%? Jo, të rritej më përpara Po vetëm Kina ka rritje dyshimore në gjithë botën, nuk ka Jo, 4,5% ka aktualisht. Po se kishte pra tani se shiko. 6,4%. Po i di unë ato se Po i kam di më parë që i di, statistikët. sa Po nuk është- është po ti them. sa Po nuk është dy fish. Po jo Shqipëria në vlerë shqiptare. absolute, 3 fish. Fermerëve Rritje shqiptarë. i rritjes, 3 fish. Urdhëron. Fermerëve shqiptarë, se Shiko u që- rritën të ardhua dhe mirëqenia me AZBR-n. Kur morën fondet e AZBR-s të i pardit, ju rritën? Po, Jo, ja, u po, shkatërrua, po, dhe fondet ikën fare, një rushduk. U shkatrua. Po ishim duke folur ti ke- politikat si fiskale. përfaqen Ku e e kemi sistemit marrë që zëvërën, është tre shiko. fishuar. Pa Patëm të rritje Po rritje. ke sot. sera më vlla. Pra, Atë specin Fatos, me 3 ti e ke prodhimin më të ulët në të gjitha në vitet. Divjak e ke në Çfarë? 5 Shu e ke? hektar. Ke që Ja, jo, hëngrët se minutat janë e emisionit pesë kështu, shkotet kot. bujësore. Ku ti arritur? merresh Ti në arrit në bujësi. vlerë, jo në sasi. Edhe në Në vlerë se është rrit çmimi, në sasi jo, ka pas rënje. Ta jep Dhe gjysma apo të them brapa, Po po kanë bujësia, pesticide. si ne ke 3 vjet rradha si me rënd. Po jo, mori, Në sasi është rritur më pak, jam dakord me ty. Po nuk është rritur. Çmimet janë. Po e ke me rënd më 3 vjet Në rradha. vlerë Ka rënje më është rritur më shumë. Fatos, Jo, Ka rënje më. Ka rënd më 3 vjet. Ti ke në 3 vitet e fundit bujësia ka ardhur në sasi me rënje. Në vlerë që është rritur për ajet të çmimeve. Po se nuk duhet se ke në rënd. Nuk besoj se i duhet bikut kjo që Të është rritur raporti import-eksport, të Fatos. Të është rritur raporti import-eksport. Dy shifrore. Do të thotë që ka rënë eksport. Dhe 8.9% është në sasi. Jo, O më Fatos, Fatos, jo, Fatos. në mira Bujësia është me rëndje në Po jo, komplet. pra jo, bujqësia është një nga sektorët më të dështuar në 3 vitet e fundit. Si pasoj, rënjes të euros, emigrimi i qytetarëve, mungesa e serave dhe Ja ta kemi një statistikë për bujqësinë Fatos. dhe rrisit dhe pesticidet që kanë. Shiko Produktet cila tona është janë statistika Flasim edhe për 10% e taksës se kanë tani. Vjoldi ka qenë i angazhuar në sektorin Është e agropecuar. vërtetë Cila që është është statistika rritur. kryesore Është e rritur bujqësisë? në 2 kratë. Nuk është Statistika Në kryesore sasi është Statistika kryesore e bujqësisë në vlerë 2 shifrore. në premtimet e vitit 2021 dhe u fut dhe në programin qeverisës në atë kohë të PS-s ishte që eksportet shqiptare i kemi 400 miliard dollar, do t'i bëjmë i kemi 400 milion dollar, do t'i bëjmë 1 miliard deri në vitin 2025. Bujqësore. Tani i ke 550. Tashmë, Tani i ke 550. ky premtim, po prit pra të M'fal. Ky premtim tashmë arriti u vitet e shtypur në para, 2030-ën. Pra, premtimi 2025-s nuk u arrit dot përmbushet, për arsye që nuk kemi pse As me diskutojmë këtu. 50%. Po i përmendim më se kur Tashmë, zot thotë kjo. Kjo do të thotë që nuk ka performuar bujësia. Po dua të ndaloj pak. Në momentin që neve do futemi në be, unë a thash dhe këto janë statistika që mund të lexoj çdo kush. Mirë, po do thosha çfarë do hanë njerëzit. Po mi më dakord do futemi pa diskutim se siç jemi futur në për shumë organizata. Çfarë do hanë njerëzit pesticide. deri në 2030-ën? Nuk do hanë pesticid. Jo, pesticide, jo se kam për pesticide. Siguria ushqimore nuk është më ajo Këto premtime anakronike këto premtime nuk e bën një pensionist jetojnë në të denjë. Në një muaj Me të 200 është siguria e portaleve që të bënd mos hash Polema i dashur tani plot se pula me mrekullueshme. salmonel. S'na kaloni deri mohabete pesticideve. Vetëm 4 kamiona u kthyen mbrapsht me mandarinën. Çfarë ta bën? Se ata kanë po ta problematikë të praktikë, tjera të po nuk kemi premtim Edhe jo në treg, edhe jo në treg që janë të popullit. Qimen tra. Jo në treg që janë të popullit. Ata fëmijë që nuk hëngën mandarinat. Do flasim me si flasin ekspertët tani se me mandarina tani nuk është premtimi. Prej portaleve ke. Të lutem Fatos tani. Po flasim për gjëra që janë të qëndësishme në programin. Dhe programi, po jo pra janë, por dhe programi me ato çfarë është premtuar këtë radhë në gjykimin tim, PS-ja e ka shkelur gazin më shumë se në 2021-shin, për arsyeën e thjeshtë se të gjitha së bashku nuk arrin dot t'i përmbush. Dhe mua ajo që më bën çudi është që nga analiza që kemi bërë dy partive të vogla, të cilat ne i kemi analizuar dhe ato, Biles Lëvizja Bashk është më rezervuar në shpenzime, ndërkohë Shqipëria bëhet ka shpenzime pothuajse të ngjashme me ato që ka dhe PD-ja, pasi edhe programet e themi ekonomike i kanë të ndara, ndërsa Lëvizja Bashk i mëson taksës progresive, i mëson pjesës zhvillimit ekonomik, barazis dhe disa qasjeve sociale, pra
kërkon ta orientoj buxhetin nga sa kemi parë, jo te infrastruktura siç janë dy partitë, por te pjesa e investimeve për strehimin, për sociale. Ndërkohë, dhe natyra e tyre është e tillë. Dy partitë e mëdha në vend që të vinin mend nga e kaluara e tyre, të dyja, i mësojnë prapë njëjtës mënyrë qasje. Dhe kjo është dëshpëruese për arsyeën e thjeshtë se ky duopol pritet ta qeverisë Shqipërinë në një farë mënyre prapë. Njëri në një anë, tjetri në anën tjetër. Ajo çfarë duan njerëzit të dëgjojnë nuk është prona sa do i bësh pensionin, por politikat publike se si do vesh te kjo. Nuk i duhet njeriu të thuash një shifër goditse. Këtë kanë thënë në 2009-ën. Në premtimi i PD-s në 2009. Mirë, objektivat jepen në program. Premtimi, jo, nuk jepen objektivat. Jepen mënyra se si ti do qasësh objektivin. Në momentin që ti e thua kështu, vazhdon retorika politike dhe nuk punon politika jon për të bërë politika publike se si neve do vemi te ai rezultat. Nuk ta thot njeri atë. Ai thot do vete këtu, pastaj se si do vej me duke hyrë në hak njërit apo tjetrit se që të bësh llogarit, është gjë shumë e thjeshtë të dalësh aty. Problemi është që të arrish pensionin 400 euro është mision pothuajse super i vështirë, shumë ambicioz, o do marrësh borxh më shumë, o do bësh makinacione me pjesën e një kategorie të caktuar në kurriz një kategorie tjetër, ose pastaj do thuash që shiko unë kaqja dola në fund. Se thuhet e kjo se ne kemi parë si ajo çfarë donim të dëgjonim ne si qytetarë është një natë parë. Ore, ky pensionisti sa do një herë të jetojë në mënyrë të denjë. Nuk flasim për pensionistë për mbijetesë. Pensionistët po trajtohen gjithmonë në kushtet e mbijetesës. Në fakt, ata kërkojnë kontributin për arsye se nuk e ka fajin as pensionisti, as unë, pse pasuritë publike shiten ato që janë krijuar nga punë e pensionistëve dhe nga puna jonë, shiten në mënyrë a priori apo jepen në forma të tilla. Dhe në momentin që ti thua që unë do të bëj ato, atëherë do më thuash, sa do prishësh nga këto çfarë janë anatemuar se korrupsioni në vetvete nuk ka psuar sekuestro në lek. Janë marrë lek korrupsioni deri më sot? Unë nuk di, thjesht vjen sekuestro për çka kohë dhe nga ato smarrim, nga informaliteti I cili 20 milion tha sot Altin Dumani kur raportoi në Altin Dumani nuk është për atë punë, Altin Dumani është për të kapur krimin, është qeveria I duhet të kapi të optimizojë burimin. Çdo më thënë, ne nuk kemi pse presim nga një institucion I cili në fundi po bën detyrën. Unë do doja që gjithë institucionet tona ta bënin detyrën si Altini, se Altini është bërë hero se s'bëjnë këta të tjerë detyrën, se po të bënin gjithë detyrën e tyre, Altini nuk ishte si të ishte hero, po të bënin themi te ekonomia. Pra, jo, por të dalë te pjesa e asaj që në momentin që ti thua do bëj kaq dhe aq, duhet më japësh, pra, një parti serioze, një premtim serioz është do relacion buxhetor nga mbrapa. Si do ta bësh, do një faturë, si do vesh te kjo që po më thua. Momentin që ti më thua do vete vetëm këtu, kjo është komplet një qasje për të goditur publikun dhe nuk përballet me të vërtetën. Ndërkohë se do jetë 200, se do jetë 300, njerëzit e kanë parë në xhepat e tyre, nuk ka pak rëndësi ka kjo. Problemi është që këta nuk janë serioz në mënyrën se si na drejtojnë neve, pa një llogaritë të qartë, as PD-ja se bën këtë, as PS-ja. Pra të thotë një llogaritë të qartë. Unë flasim pjesën e dytë për PD-n, po. Po mirë, pra mirë, mora për të thënë që nuk kemi këtë lloj qasje. Në momentin që gjithë programi I shëndetësisë, I cili tashmë nuk u dha llogari, pse nuk do jetë më siç ishte, pra një shëndetësi cilësore, edhe pse I mësohet asaj, prapë dhe aty investimet që janë thënë se s'do të dyfishohet buxheti, janë të mangëta se sot dhe janë të mangëta, jo më dhe sikur dyfishohet, pra nuk arrin prapë të përmbushet. Në momentin që ne na mungojnë këto të dhëna, ekuacioni është I tillë që kur është në letër 75% I arritshëm, në terren është 40%. Jo sa e realizoi qeveria, se ne bëm një matje të qeverisë të cilën e publikuam, qeveria programin e saj realizoi deri në 65%. Programin e saj, jo ambicien e shqiptarëve. Kur 75% është në letër, firua vete edhe më poshtë se kaq për arsye se unë presupozoj që sfidat ekonomike do I shtohen në vendit për arsyën e goditjeve nga jashtë. Atëherë, që të flasim që të na kuptojnë qytetarët, Ilir. Së pari, ke një inerci pozitive. Domethënë, gjithkush mund të mendojë që pushteti korrupton, pushteti arrin të zvetnoj, pra të ta heqë atë dëshirën, kur I shumë gjatë mund të vuash edhe nga marrëzia e madhështisë, të gjitha këto janë rreziqe. Por ka edhe të mira mbajtja gjatë e pushtetit. Çfarë janë këto të mira? Është ajo që ne ekonomistët e quajmë inerci pozitive. Çfarë do të thotë inerci pozitive? Që ti gjatë këtyre 12 viteve ke mësuar diçka, edhe nga gabimet e tua, edhe pse nuk I thua. Se jam shumë dakord me mikun tim Danaj, kur thotë që po një mea culpa do e thonë këta socialistët se kanë 12 vjet, do bëjnë një që çfarë nuk ka shkuar. Po për ne kjo është shkollë ajo është në nivel të politikës dhe të strategjisë që zgjedh një parti. Ajo të thotë çfarë kam arritur të bëj dhe pastaj çfarë mendoj të bëj për 4 apo 5 vitet e ardhshme. Kështu që inercia pozitive është aty. E dyta që
më vjen keq për mikun tim, se të trej kam mik dhe të zemrë, për zotin Gjokutaj, kur thot që 62% me një program, do më thënë të korrigjuar si pas efekteve reale të punës, këto premtime që në masën teorikisht 75% realizohen, flasim për këtë parti, po kam iden që në to shifra Edi Lundron edhe ke partia. Çfarë nuk realizohet? Në gjykimin tim nuk realizohen 30% tha Gjokutaj. Nuk është realizuar 5% që i famshëm i GDP-s. Për arsimin dhe përshëndetësin. Tu e kemi shëndetësin të rritur ndjeshëm, seriozisht, 1 miliard është shifra që është deklaruar në buxhet, nga 82 miliard. Për kujdesin sociale, Fatos. Bashkë me nuk është për shëndetësin vetëm. Sociale, por ama, edhe shëndetësin, dhe për kujdesin sociale i kishe 5% në 2013. Nuk e ka premtuar PS-ja 5%. Kujdesin social ku futen edhe ndihma sociale, ndihma sociale. Ato hanë rreth 280 milioni hanë ato nga buxheti, 1 miliard. Shiko, buxheti social është 1/3 e buxhetit, ne e dim këtë gjë. Sepse është pjesa 1.9 miliard vetëm e pensioneve. Kështu që për të qëndruar si thua me këmbë në tokë, ai premtimi më parshëm, edhe pse Edi thotë që nuk e ka premtuar 2013, unë e kam dëgjuar, por e ta quajmë që edhe nuk e ka 5%. Por ama shumë larg objektivit 5%, sepse tani që po flasim, 5% e 25 miliard eurove është më shumë se 1 miliard që premtohet pas 5 vjetësh. Në këtë kuptim them që këtu nuk arrin të bëjnë çfarë? Premtuan në shëndetësi plotësisht pa pare? E kemi thënë neve. Shëndetësia falas. Falas, por plotësisht pa pare. Domethënë, të marrësh një shërbim pa ashtu. Ndodhi falas Fatos shëndetësi? Ama për fat të keq nuk është e gjitha falas. Jo, s'është falas. Edhe pse ka përmirësime të jashtëzakonshme në 2013, por ama sepse më pyetet çfarë nuk realizohet. Pjesa që unë e shoh shumë të realizueshme për shkak të kësaj inercie që tash dhe për shkak të tani e din se ku gabohet dhe se si kapet ai dem që quhet buxheti i shtetit për brirësh për të vjelur për qytetarët, unë gjykoj se do të realizohet, jam shumë, domethënë optimist, 1200 euro shumë shpejt për buxhetin, për pagën në shtet dhe jo për pagën tërësore, 500 euro e kam premtuar që të dy, ajo bëhet shumë kollaj. Pensioni i dyfishuar është sfidë, jam dakord, po mendoj se do të realizohet që janë ato gjërat kryesore. 24 orë ujë, mendoj se jo për 5 vjetë, po ndoshta edhe për shumë më tepër, për shkak të një pjesë të vendit që e kemi shumë malore, gjykoj se relievi aksidentuar 90% të sipërfaqes tonë. Jemi vendi me më shumë ujë që Po kjo nuk është nese, por nese, ajo që unë thosha pak ne nuk duhet bëjmë shumë në këtë evazionin e shifrave. Jemi në një fushat elektorale, evazioni i shifrave këtu muaj deri në fund fushatës është në qell. Kush më shumë të hedhi basta aq më shumë tonë. Ajo që unë më bën absurde sot është që si ka mundësi mbas 12 viteve akoma kërkon e njëjta parti për qytetarëve jep shifra pa baza ekonomike, pa një studim. Cilat shifra janë pa baza? Të gjitha. Sepse nuk ka asnjë studim, nuk ka asnjë bazë ku do mbështetet si do t'i nxjerrë këto. Pensioni minimal 200 euro. Pensionet minimale, paga minimale. I bankës botërore që thotë kaq është minimumi jetik. Po nuk është, sepse kostet e banka botërore dhe FMN-ja asnjëherë nuk janë në zhvillim ekonomik, janë vetëm për rregullimin e arkave të shtetit. Po ka qenë para 5 vitesh. Dhe nuk mundet me koston e jetesës që ne kemi, ai 200 eushi nuk pi më ujë, nuk është më minimumi jetik kaq të marrim mesatarën e Shqipërisë. $67 sipas bankës botërore varfëria relative. Po jo më burrë 200 euro. Ditë shkon në atë shifër. Unë e kuptoj që është e njëjta gjë dhe nga ana e PD-s, po 200 euro sot për pensionistët nuk është asgjë. Jam dakord. Me çmime stratosferike që kemi. 357.000 pensionistë që të marrin nga 100 po tani, nëse duam të bëjmë një program dhe një studim, unë prandaj thash është i pastudiuar ai. Sepse po të kishte një studim do kishte disa hallka. Që kjo pse duhet kaq? Sa është kostoja reale e jetesës? Nuk e ka sqaruar. Ku do merren ato 1.200.000 euro paga minimale? Do rritet paga administratës publike, nga do merret? Do rriten taksat? Do rritet borxhi publik apo si? Jo, do rriten të ardhurat edhe prandaj nga kush? Pra do rrisësh presionin fiskal,
Dhe ti qa do bësh do marrë më shumë arta. Po ti po e mbyt në të njëjtën kohë. Ku? Po ti ishe në shtet, sa do ta kishe rrogën të rritur? Dhe qa efekti të pati? Me jetën të lapsit nuk të pati asnjë lloj efekti, as në konsum asgjë. Vetëm sa rritet çike dhe borxhi publik. More më shumë borxh. A ke marrë borxh? Lutem shumë, po ti ke marrë borxh? 400 milion. A ke marrë borxh? Euro më shumë në 2 Pikërisht, a ke marrë borxh publik? Atë është rritur borxhi publik. O të shritur, borxhi publik që da pagoj mua që s'do shrit paga mesatare. Se do ta paguaj? 1 milion lek. Pra, Fatos, ajo që unë them është që mbas 12 vite në pushtet, një parti politike që vazhdon akoma, se deri para një muajsh nuk ishe asnjë lloj shifre këta. Po pse të mos pretendoj? Ta filluan të nxjerrë shifra, doli PD-ja me shifra, filloi ky të nxjerrë shifra, gara e shifrave. Po nuk ka studim, po nuk ka më dhe këto nuk të bëhen më fatos. Edhe pension, si të mos pretendoj? Do hedhim prap base me shumë gjasa prap, me sa duke situata politike kjo do jetë, do hedhim bashkë, mbas 4 viteve, do jemi prap duke folur për njëta shifra që do premtojnë. Si guxon të pretendoj prap për 4 vitet e ardhshme. Kjo parti ka rritur këto gjëra pra. Çfarë ka rritur më? Ti ka rritur postën e jetesës në maksimum, ke çmimin e apartamenteve në stratosferë, ke çmimin e shportës sot. Me të njëjtën vlerë, fuqia vlerë se ty të ka rënë sot. Vlerën e metrit katror me 5.000 lekë, po 50 euro nuk merr më të njëjtën sa ushqime, energjinë elektrike, ujin e pishëm, o Fatos, të gjitha kostot i ke në stratosferë. Karburanti sot e ke 180 lekë, të është rritur pra. Të janë rritur, po mua nuk më bën asnjë gjë ajo rritje që bën ai me X% kur më dyfishoj të rritja e çmimeve. Po s'ka vlerë. Sa të është rritur eksporti sipas teje? Ku është rritur eksporti? Në vlerë nuk më është rritur. Janë mbyllur pastonerit. Pastonerit sot mbyllen. Bujqësia është në mjerim. 8.4 miliardë. Fatos, bujqësia në mjerim. Të është dyfishuar. Pastoneria është në përgjysmim të gjithë bizneseve. Ke turizmin që nuk të performon ashtu si pretendon ti si qeveri. Turizmi nuk është ndërthurur me të gjithë strukturat e tjera. Transporti publik e ke për tokë. Pra ti nuk e bërë gjë. Në 12 vite, ti reklamon fasad. Unë mendoj se ti reklamon fasad se shifra, realiteti e fletë të. Nuk mund të thuash tërësisht të zezë, diçka e që është lanaman. Fatos, se do kalem në publicitet. Më shumë ka të zezë. Publicitet dhe në pjesën e dytë të emisionit do flasim për programin ekonomik të Partisë Demokratike. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për programin ekonomik të Partisë Demokratike. Është i realizueshëm apo jo, cilat janë shifrat dhe cilat janë pritshmëritë në qoftë se kemi një rikthim për herë të tretë të Berishës në pushtet. Stafi ka nxjerrë një plan minimal të 100 ditëve të para, por do ta zgjerojnë dhe me të ftuarit për 4 vjet të qeverisjes. Në 100 ditë të para do të vendoset minimumi jetik prej 200 euros për çdo shqiptar. Pra atë që kishte Partia Socialiste për 4 vjet, 5 vjet që tha Çoli, ta e kanë 100 ditë të para. Rriten pensionet me 20%. Rroga minimale shkon në 500 euro. Rroga mesatare shkon në 120 euro. Çdo pensionist, qytetar me minimum jetik apo me rrogë minimale 500 euro do të pajiset me kartën e konsumatorit, me të cilin do të përfitoj kthimin e TVSH-s që paguan për blerjen e ushqimeve, bazë, energjisë elektrike, ujit dhe ilaçeve, duke përfituar rreth 450 euro në vit. Për personat me aftësitë kufizuara që kanë nevojë do të paguhet kujdestari dhe sigurimet e tij, si do të garantohet nga shteti të gjitha mjetet sanitare dhe ndihmëse që u nevojiten. Kjo është tjetra interesante, pika 7. Çmimi i energjisë elektrike do të ulet në 7 lek kilovatori për familjet dhe 6 lek për biznesin, mos gaboj, apo jo muqa. Çmimi i naftës do të ulet me 35 deri në 40%. Berisha thot domun që do jetë parafërsisht sa që është në Maqedoni dhe në Kosovë. Falen të gjitha gjobat për energjinë elektrike dhe ujin e pishëm për këto kategori pensionistët, punonjësit me rroga të ulta, nënat kryefamiljare, familje në ndihmë ekonomike, të papunët, biznesin e vogël. Çfarë kam harruar muqa? Ka harruar arsimin në kompleks, shëndetësinë në kompleks dhe bujqësinë në kompleks. Që telegrafikisht cilat janë? Po, buxheti për arsimin në 2013 qeveria e PD-s arriti ta çonte 3.3% të prodhimit të përgjithshëm bruto duke pasi objektiva fatmesën 5%,
sot e kemi 2.7% dhe objektivi është që të kalojnë në 5%. Harova dhe më kryesoren, takse shesh 10%. Dhe taksën e shitjes së pronës që zbret në 2% nga 15%. Nga 15%, po. Mbi të ardhur. Kështu që qëllimi i programit në kompleks për te aspektit të detajeve teknike është që të kthejmë, le të themi para. Është i realizueshëm apo jo don, sepse tu ti po redukton të ardhurat duke ulur barën fiskale, ndërkohë që ti rrit shpenzimet. A mund të të shpjegoj domethënë mi e pa kohë, të lutem. Po, kemi gjithkohë mund. Domethënë programi ekonomik IPD-s dhe programi në kompleks është nisur, drafti i parë është publikuar në maj të vitit kaluar. Pra ka rreth një vit që po punohet për programin, në të rësi në fusha, në të gjitha fushat. Ta nisi me aspektin e parë, që është një ndër premtimet kryesore, vendosje minimumit etik për 200 eurosh për çdo shqiptar. Në fakt, sot Banka Botërore të nxjerrë që varfëria relative konsiderohet $6.7 në ditë, që po të shumëzojmë të $6.7 në ditë, herë 30 ditë, vend diku ke $200. Po të futim dhe pak inflacionin aty, sepse... Sa kushton në vit kjo? 350 milion euro. Është baza në qoftë se do nisim nga sot të nesër. Pra duhet të shtohen dhe 350 milion euro tjera. Po prit tani. Po. 20% të kthejmë brapsh me të vëshën nga konsumi. Rreth 15% të kthejmë brapsh me të ardhmë. Harova dhe tjetër, që është ndoshta më kryesorja. Të vëshëja 15% tanë mos gabojmë? Të vëshëja është, unë kam përshtypjen që të vëshëja nuk do preket përderisa është fut tek shport e konsumatorit. Po. Kështu që qëllimi, baza, do me thënë, e programin në kompleks është që të kthejmë, do me thënë, ekonomin për qytetarët dhe për biznesin. Kështu që nisë me minimumin etik për qytetarin, për të garantuar dignitetin qytetarëve shqiptarë, kështu që qytetarët të jetojnë me dignitet në dhe mos të shikojnë vetëm syt nga emigracioni, si që ndodhi në 12 vitet e fundit që janë larguar rreth 1 milion shqiptarë. Sot duam që shqiptarët të jetojnë në Shqipëri. Aspekti i dytë i biznesit, taksa e shesh 10%. Çfarë u vure kur u implementua për herë të parë flat taxi? Sigurisht nuk ishte vetëm kjo, por që ishte një ndër arsyet kryesore. Të ardhurat fiskale me reduktimin e barrës fiskale duke kaluar në 10% u rritën me 16%. Numri bizneseve u rrit me 12%. Pra praktikisht u vure për 3 vite radhazi që patëm një rritje të ndjeshme të ardhurat fiskale dyshifrore dhe patëm një rritje të ndjeshme dhe të numrit të bizneseve. Edhe pse Shqipëria në 2007-2009 kishte krizën nivel global. Mbështetësit e Partisë Socialiste thonë që për shkak të taksës së shesht dhe barës së ulët fiskale që kishte qeverisja e Berishës dhe për shkak të keq menaxhimit të ardhurave u krijua një grop shumë e madhe, shteti ishte i kolapsuar dhe detyrimet që kishte ndaj të tretëve ishin shumë të larta. Tani, po. A ekziston mundësia do që të krijohet prap një skenari tillë? 2013-ën, gjithmonë në 2013-ën, borxhin publik e kishim 6.7 miliardë. Janë të dhëna publike, mund të shkoj të verifikoj kështu. Mbas 2013-ës deri më sot borxhi publik shqiptar ka vajtur në $13 miliardë. Ka dhe një njësi masë tjetër që është shkoj 80% të prodhimit të brendshëm, ndërsa tani është poshtë 60%. Po. Tani është sepse merret në konsiderate dhe pjesë e forcimit të monedhës tonë vendase që shkatruan eksportet, që shkatruan bujqësinë, shkatruan praktikisht gjithë ekonominë. Sot ekonomia shqiptare është vërtet në kolaps, sepse sot eksportet janë në minimumin historik të tyre në 10 vitet e fundit, se marrim në konsiderat rritjen ekonomike, nuk po i krahasoj me vitet 90. Sot bujqësia, një ndër sektorët kryesorë të ekonomisë shqiptare, që për vite radha, si për dekadat të tëra ka qenë sektori kryesor i ekonomisë shqiptare, sot impakti i saj në prodhimin përgjithshëm brut është vetëm 15.2%. Për 3 vite radhazi bujqësia ka tendencë rënëse, ka pasur rënje ekonomike, ka pasur tkurrje të saj. Okej, po të kthemi tek këto që prekin direkt. Po, rroga minimale. Paga shumë janë të njëjta me ato që premton Rama dhe Berisha. Përse do të thoshit që Rama nuk i realizon dot, ndërsa Berisha i realizon? Lutem, unë shit se është shumë e thjeshtë. Unë nuk thash që rroga minimale 500 euro nuk është e realizueshme. Me një vendim qeverie bëhet ajo dhe nga sot në nesër është shumë e realizueshme. Rritja me pagës mesatare në 1.200 euro në vit ka një logjik, sepse praktikisht i redukton barrën fiskale. Investon shumë, krijohet, do me thënë një ndër premtimet kryesore është Banka e Zhvillimit në funksion të startupeve dhe financimit të bizneseve të reja dhe bizneseve që gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe rritje të produktivitetit. Kështu që në momenti që ti rrit produktivitetin, ke në fokus biznesin dhe produktiviteti, praktikisht paga mesatare është
paga në sektorin privat dhe pasaj paga mesatare është shumë e thjeshtë për të realizuar dhe e di mund të që merret me biznesi, mund ta konfirmojmë këtë që forma më mirë për të rrit pagën është me rritje të produktivitetit. Kalojmë tek uljet çmimit të energjisë elektrike. Sot që ne po flasim, Shqipëria ka çmim më të lartë të energjisë elektrike në rajon. Kosova, Violi mund të ta konfirmoj, e ka. Ty ka protestat se u rrit 15%. Po prapë janë më lirë se. Po janë shumë më lirë se sa neve. Sot sa është aty? Sa euro? 7.2. 7.2 apo 5.5? Aha. 5.5 më duket 7.5. 7. Se dy taksa i marrin dogan. Neve i pusim gjitha ke pika. Sot çmimi që ne po flasim, kosto e prodhimit të energjisë elektrike sot në Shqipëri është 2.3 lek. Dhe e shesim 9.5 lek, kështu që shesim me gati 4 fish. Kështu që a është e realizueshme? Vetëm 70% do në prodhojmë, vetë dhe 30% e importojmë. E importojmë sepse kemi një problematik që jemi shumë të varur nga pjesë e prodhimit të energjisë me burime hidrike. Sot po ka një diferencim të ndjeshëm, do me thënë po shkojmë drejt prodhimit me energjisë diellore dhe kështu që do ketë ky balancim dhe shumë shpejt nuk do kemi më nevojë që ne të importojmë energji nga jashtë. Çmimi i naftës do të ulet me 35 deri në 40%, do hiqet taksa e infrastrukturës rrugore. Konkretisht sot rrugën e Kombit e kemi pa pagesë, rrugën tunelin e Llogaras e kemi me pagesë, rrugën Thumanbor e kemi me pagesë. Dhe praktikisht merr dhe në çdo litër naftë merr dhe 27 lekë të tjera përsëri për të ndërtuar, domethënë për të financuar infrastrukturën rrugore. Kjo taksë do hiqet dhe qëllimi është që Shqipëria të shkojë në nivelet e vendeve të tjera të rajonit, siç është Kosova, Maqedonia e Veriut e të tjerë. Të gjithë e marrin naftën nga porti i Durrësit, ata e shesin 23 lekë. Kështu që shqiptarët nuk do kenë më arsye në të ardhmen që të shkojnë të furnizojnë. Sa ulen në total? Sa nuk shkojnë? Nga buxheti i shtetit, qofse hiqni këto taksa donë për... Sa para të mungojnë? Sa është impakti tek heqjes 27 lekë, impakti direkt në buxhetin e shtetit është rreth 127 milionë euro. Por që kujdes tani, sot që ne po flasim, Shqipëria ka gati 35% më tepër makina se sa ka Kosova, po sot Shqipëria po importon naftë më pak se sa Kosova. Kështu që tregon në një farë mënyre që shqiptarët, një pjesë e mirë shqiptarët, shkojnë furnizojnë ose kontraband, unë uroj që mos jetë kontraband. Sot shqiptarët vën furnizojnë në Malinezi, furnizojnë në Kosovë, furnizojnë në Maqedoni e Veriut, furnizojnë në jug. Në momentin kur ti çmimin e mban me të njëjtën me Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Malinezi e të tjerë, nuk e më arsye që të shkosh. Po, ata që shkojnë, kjo ulja e konsumit nuk ka ardhur sepse furnizojnë atje, se shumë pak ata që furnizojnë, më shumë mund të jetë alternativa që thotë kontraband. Po, kështu që ja dhe pse është e realizueshme dhe ky impakt pastaj ridimensionohet në mënyrë të ndjeshme, që nuk është se ekonomia nuk është matematikë. Ekonomia është një shkencë sociale që ka një psikologji më shumë. Po, ka një sër efektesh komplementare. Koha ka treguar që në 8 vjet që Partia Demokratike mbajti pushtetin, e rriti pensionet me 85%. Ndërkohë që 12 vjet këta vetëm 23%. Ishte baza shumë e vogël atë. Dakor, po ishte baza shumë e vogël, po e rriti është fakt. Në kohën e bazë vogël rritet dhe ekonomia 12% vit. Në kohën kur PD-ja në 8 vjet ishte në pushtet, investimet e huaja direkte kaluan mbi 1 miliard euro. Dhe këto investimi ishin ndërtimi hidrocentralesh, erdhi TAP, erdhën investimet e privatizimit. Kurse sot po flasim, investimet të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë treguan që nga investimet komplesive 839 milionë euro ishin vetëm riinvestime nga kompanitë që operojnë tashmë në Shqipëri. 1 miliard euro për investimet. Ulja në mënyrë të ndjeshme taksave. Ndërtimi në oponent tani pjesa ulje çmimit të naftës, ulje çmimit të energjisë. Siç folën për PS-n, të flasim dhe për PD-n me qëllim që nuk e keni kapur, mendoj unë thelbin kryesor. Jeni shumë social, që unë nuk pres nga një parti e djathtë këtë politika kaq sociale, kur unë prisja nga një parti e djathtë që të fokusit kishte vetëm biznesin kryesor. Violdi në fakt në tërësi nuk është sociale në shifra. Është në fjalë sociale, por shikoj si ka orientuar. Ja, e përfundova, edi vetëm dy gjëra e përfundova të të kohën. Nga ana tjetër, unë do preferoja Partia Demokratike të kishte zona në fokus zonat e lira ekonomike. 4 zonat e lira ekonomike. Por që dhe ato nuk janë, nëse do jenë parqe industriale, do jenë zona apo do funksionojnë aty, nuk është shumë specifikuar si do funksionoj pjesa fiskale. Një lloj siç funksionojnë sot 6 zona të lira ekonomike në Maqedoninë e Veriut dhe 18 zona të lira ekonomike që ka Serbia. Do jetë thelbi, do jetë i njëjtë. Nga ana e zhvillimi, po doja të kapja pak edhe këtë punën e rimbursimit të TVSH-s.
Se ju thoni, TVSH-n do të rikthej me kartën e konsumatorit. Përse nuk e bëni ju diversifikimin e TVSH-s në produktet e shportit, po i lini i vend për abuzim në rikthimin e TVSH-s në kartë? Se këtu do keni sigurisht abuzim. Sepse kjo është programi vetëm i 100 ditëve të para. Do shikohet... Bëhet tani një parti që vjen në pushtet, bën një program vetëm 100 ditor, mbas 100 ditë çfarë do ndodhi? Qëllimi i afatmesëm është që TVSH-ja le të themi të kemi shkallëzim të TVSH-s për sidomos për pjesën e shportës ushqimore dhe për një sër produktesh të tjera. Po thelbi është që duhet parë a do arrim që të realizojmë brenda një periudhe të caktuar kohe kapacitetet e burimeve njerëzore dhe kapacitetet menaxhuese, sepse problemi sot është që ti e more, do me thënë, të ardhurat fiskale në raport me prodhimin përgjithshëm brut, e more 25%, në 12 vjetë që ke fut faturën elektronike, ke fut atë, ke fut këtë, ke arritur në 27.5%, gati, do me të pashkuar 28. Kështu që qëllimi është në qoftë se do arrihet që të rritet mirë menaxhimi, të rriten kapacitetet e burimeve njerëzore, në administratët e timore. Nëse do arrihet, nëse nuk arrihet, kush është alternativa B për qeverisur, nëse do vi PD në pushtet për 4 vitet e ardhshme, se nëse është një program për 100 ditë që ne themi ta provojë, nëse do arrihet, çfarë do ndodhi nëse nuk arrihet? Kush është alternativa? 100 ditë çfarë është? Se qoftë është eksperimental, është nga shtatori deri jo, nuk është eksperimental. Është të thash, ky është programi që po lexojmë programin shtator dhjetor. E ke të kjo është leva që po bën. Po pra kjo është leva. Ti nuk do menaxhosh 3. Operenca juaj Gjokutaj? Jo, unë do thosha që realizohet apo jo? edhe ky programi PD-s, nga ajo çfarë kemi analizuar, nuk vetëm më shumë se sa 75% realizueshmëria në letër, për arsye qoftë pjesës se sa i qartë është në të gjithë tërësinë e tij, pra s'po flasim thjesht dhe vetëm për programin ekonomik, po flasim edhe për atë çfarë lidhet me pronësinë e kompensimin e pronave, atë çfarë lidhet me shëndetësinë, me arsimin, me pyjet kullotat, me kulturën e artit. Më konkretisht çfarë nuk arrihet? Çfarë shikojmë domethënë? Cili është ky 30%? Programi premton më shumë se ç'duhet për pronësinë dhe kompensimin e pronave, ka një faturë aty që po të përkthehet, e cila i kushton, pra te kalon për energjinë dhe në tërësi infrastrukturën, duke qenë përgjithsisht e moderuar në raport me atë 700 km, po prapë shpenzohet shumë, pra janë premtime që kalojnë përtej hapësirës fiskale që ka buxheti dhe buxhet bazë në skenar, marrim 8.2 miliardë që në vitit 2025. Investon më pak në ato që janë sociale, jo vetëm sociale në kuptimin e popullit, po të arsimi shëndetësia që janë ato që kanë atemuar të qeverisja Rama, ndërkohë nuk i jep adresim në këtë program të tillë që po nuk jep me buxhetra tani. Rritje buxhetit për shëndetësinë është shkon tek ilaçe. Po jep në mënyrë të moderuar, ndryshimin e sistemit shëndetësor duke ja kaluar. Jep buxhet më pak, nëse shteti ka aftësi t'ja kaloj privatit. Tani unë nuk po them ato çfarë të më futjen e strukturave private të po strukturat private nuk garantojnë. Pra, po të kalem të ky programi dhe jep shumë pak pastaj këtyre, si temi, mjedisit dhe duhet ta lidh çik me mjedisin. Shiko, në qoftë se do kishim një seriozitet, ulje çmimit naftës për mua nuk duhet premtohej. Për arsyeën e thjeshtë se rrit konsumin e karburanteve dhe kemi më të çmimi më të lartë edhe në Francë, që është vendi me barën fiskale më të madhe. Dakord. Kështu ka qenë 1.7 euro e ka litrin e naftës Franca. Ne kemi 1.9. Mos të nisemi thjesht nga çmimi, të nisemi nga gjetje mënyra alternative. Shqipëria, si gjithë Europa dhe gjithë bota, po shkon drejt ekonomisë gjelbër. Momentin që ti kërkon të rrisësh çmimin, këtë konsumin nëpërmjet uljes së çmimit, nuk është një politikë e zgjuar. Ajo duhet alternuar me shumë politika të tjera për sa i përket konsumit të energjisë elektrike dhe elemente të tjerë, të cilët duhet të reflektojnë atë çfarë do Shqipëria për të ardhmen. Nga ana tjetër, nëse ne duam të bëhemi me rajonin, kjo nuk është arritje. Rajoni kur i ka ndërtuar sistemin e tij fiskal, e ka maturuar në atë formë. Pra, e ka shpërndar taksën që ne kemi te karburantet në shumë elemente. Në momentin që ne do rikthejmë, ne do humbasim, pra ka një grop të madhe fiskale që është përtej asaj që thotë se vjen zinxhir, nuk vetëm thjesht vetëm akciza. 230 milionë euro. Mos më shumë. Atëherë, taksa thjesht është një për mua është një histori e kaluarës. Krijoi në tërësinë e tij humbje deri në 15 miliard lekë.
pavarësisht se është ashtu siç thotë Klodi që rriti të ardhat, por nuk e luftoi informalitetin ngeli plagë dhe grop. I rriti përkohësisht për arsye se edhe në kohën e Berishës u bë e njëjta lëvizje në ndërtim, mos harrojmë, lëvizja te rrugë kombit, lëvizja me hecet, lëvizja me ndërtimin, arriti të gjenerojë në periudha pa të shkurtë siç e kanë marifetin politikat tona, punësim, biznese edhe ca të ardhura më shumë dhe periudha e lullëzuar e qeverisë së PD-s është midis 2008 deri në 2010. Plus në vitin 2006-2007 në bursat ndërkombëtare çmimet e mallrave të aksizës u dyfishuan. Pas 2010-s nafta, kafja. Si logjik, pas 2010-s ekonomia nuk filloi të binte dhe nuk kishte më atë magji. Harrove krizën e 2007-2009 si kapi gjithë botën. 2010 përkom pikërisht me infrastrukturën. Tjetër, pjesa unë do të thosha që është një politikë shumë e dëmshme të rikthehet në skenë falja e gjobave të çdo lloji, për arsye se penalizon gjithë ardhmërinë e qytetarëve të ndershëm, prish gjithë moralin dhe modelin dhe unë nuk e kuptoj përveç se qasjes për të përfituar ca vota, pjesën ekonomike, pra nuk do të guxonte asnjë. Duke qenë kurioze, 7 lek kilovatori. Ai politikan që bën çoka me buxhetin është politikani më i papërgjegjshëm. Ka qenë dje, vazhdon të jetë dhe sot. Asnjë nuk do të guxojë më të merret me buxhetin për arsyeën e thjesht pastaj i bie ta kthejmë prap historinë aty ku e kishim, të vazhdojmë në mënyrë qamiliste që në çik aty, në çik këtu dhe në fund e paguan ai qytetari ndershëm dhe as informaliteti nuk e adreson dhe as një qasje tjetër. Çmimi po është më pjesa është baza, është e shtylla kryesore politikës fiskale, informaliteti. Të falësh? Po kush është falje? Falja janë gjoba të kaluar. Keni bërë analizë ju pse duhet falur? Njerëzit që po vdesin. Po mirë, keni bërë analizë pse duhet falur? Po ti e ke bërë analizë që pse të ikën 1 milion shqiptar? Se nuk jetohet më në Shqipëri. Nga gjobat? Po dhe nga gjobat. Jo, se të ikin edhe ata që kanë një standard. Çmimi i energjisë elektrike. Çmimi i energjisë elektrike është një tjetër tregues i mbetjes së orës mbrapa të Partisë Demokratike dhe atyre që kanë hartuar programin, për arsye se Shqipëria po ecën drejt privatizimit të sektorit të energjisë. Momentin që ti e konsideron ende OSSH-n si lopën tënde të cilën mund bësh politika sociale, kur ne nga kjo kemi vuajtur, të njëjtën gjë po bëjnë edhe tani, pra nuk neve tregun duhet ta kishim të liberalizuar, nuk krahasohemi dot as me Kosovën, as me një vend tjetër për arsye se Kosova e ka tregun të liberalizuar. Qeveria mund ta vendosë një tavan për një periudhë kohore. Jo, me formë subvencioni, jo të ulësh çmim. Edhe tavani për periudha kohore të shkurtra mund ta vendosë si rast emergjente. Kush në çmim tregon sa përgjegjësinë sa çmimi i energjisë sot, kosto e prodhimit të energjisë. Më falni një sekond. Sa është kosto e prodhimit të energjisë? Kur preken skemat rregullohen me subvencione. Po jo pra tani, po ndërhyrën në skem ti ke hyrë të krijosh pabarazie, mos ti hym analizën se pse është i dëmshëm ulja e çmimit. E para një herë, ai është një mall i cili nuk mund të vendosësh ti a priori se sa do ta ulësh dhe kur do ulësh. Qeveria gjithmonë sugjeron. Çmimi i energjisë ka ulje zbritje. Po pra. Norvegjia është ngjashme me ne. Marrë minimal, ti sugjeron marrë minimale dhe arrin tek ajo. Norvegjia është ngjashme me ne për prodhimin e energjisë. Por asgjë tjetër s'është ngjashme. Ama nuk bën asnjë lojë, e ka të privatizuar sektorin dhe kur ka ngjitje rritet çmimi, kur ka ulje zbret. Pra, është një lojë që na kthen mbrapa një program i cili pastaj unë nuk do ta konsideroj se s'dua ta shikoj atë pjesën e uljes të TVSH-s, i cili vetvete i krijon jo vetëm grop buxhetit, po prish gjithë modelin e administrimit fiskal deri më sot. Nuk bën çoka dhe nuk do të guxoj asnjë politik të bëj çoka me buxhetin. Gjithë çoka që do bësh me konsumatorin bëhen nëpërmjet subvencioneve. Kush çoka me buxhetin? Ulje të TVSH-s për konsumatorë, diversifikim bëhet. Nuk është diversifikim. Në momentin që ti s'ke mbyll gropat e buxhetit, informalitetin dhe gjithë të tjerat, nuk duhet të ta mbaj. Asnjëherë do mbyllen 100%, po diversifikimi. Po nuk flitet kështu tani, shiko. Po ti e di shumë mirë që ai nuk do arrijë kurrë. Unë që nga mi qendrës këtu, shiko, kur flasim si ekonomist, flasim që buxheti në qoftë se futen duart, është prishur gjithë logjika e tij dhe po ti në një çoka me buxhetin për zhvillim ekonomik. I ke marrë trarët me vete. Po preket të vëshon. Në atë program ekonomik më shumë bën çoka, sa bën disiplinë fiskale dhe sa rregullon atë çfarë ne duam për të ardhmen. Nuk duam të kthehemi në 2013 apo edhe përpara. Ne duam që buxheti të vazhdojë me këtë disiplinë fiskale, të mos ketë këtë lloj shpenzime siç bën kjo qeveri që nuk i prioritizon. Si disiplina fiskale kur vazhdon akoma që të xhirojnë rreth 8 miliardë euro në jashtë. Keq këtë, po ju mos e krahasoni me këtë, krahasoni me modelet e mira. Po jo me modelet e mira, po e krahasoni. Thjesht me Maqedoninë e cila nuk bën këto çoka. Reduktimi dhe thjeshtëzimi i sistemit fiskal të formalizimin e ekonomisë. Është çok elektoral i pastër. Ku e ke çok elektoral? Ke vende europiane që kanë diversifikuar. Italia e ka të qumshi, e ka të vëshën më të ulët. Greqia Të vëshën e ka më të ulët të qumshi.
E dyta, ullje këtyre taksave në tërësi në vendet më të zhvilluara, jo më të ne që e rimerë mbrapsht në përmjet hyrjes së investimeve, në përmjet hyrjes... Deklarimi në fund të vitit, po jam dakord që është ajo, diversifikimin e kamore. Tani e kuptova që prekatela. Më falni sekond të mbaroj. Në momentin që ti ull të vëshë, nuk e rimerë do të mbrapsht... Edhe një do pajiset me kartën e konsumatorit të cilë përfitojnë këthimin e të vëshë. Po jo më jo se nuk ullje automatikisë, nuk ke makinet të vinë mbrapsht. Shiko, unë nuk duaj që të preket. Po investimet e huaj është teoria më e skaduar që vikan pse ullen taksa. Ku vinë më nga ullje taksave? Nga ullje taksave, për takse shesht. Po jo, pra se kanë qenë në 10 vite për para, ndaj se kanë gëllë sa hapi aty. TVS-ja, e ullet ti për konsumatorin, apo do japësh këtë, TVS nuk e merë mbrapsht, për arsye se ne kemi informalitetin të tillë që nuk të lë të bësh asnjë politikë. Po prandaj më kërkoj që ti vesh ta kërkosh dhe më racionale në këtë politikë fiskale. Jo, unë të stimuloj që PD-ja vjen me programin e vjetër duke i dhënë një bojë gjoja dhe sociale. Të bësh qasje politikë sociale me buxhetin, i bie të bësh një qasje që ti nuk e di se çfarë do bësh me të. Pra, programi ekonomik i PD-s është një program që vetëm shpres nuk të jep se çfarë do bësh ti me ekonominë. Jam dakord të dëshiroj, po jo duke bërë qoka. Jam shumë dakord me filozofi. Po qoka pra, ku? Nëse, se, do më që ta kuptoj dhe qytetari, kur flasim se duke përmendur dhe shumë shifra e ngatrojmë pak dhe i kërkojmë ndjes. Flasin në emër edhe të 3 miqve të mi. Në qoftë se zoti Gjokuta i tha Iliri që është një listë qokash, unë kam frikë të them që më duket më shumë një listë dëshire, sepse të marrësh për sipër, unë do të quaj ato gurë Sizifi, do më bikra një mision të pamundur, pavarësisht se ti të duket 200 milion euro vetëm unaz e Tiranës, 15 kilometra ti të duket krejt normale, kurse që të ullës çmimin e naftës, sa bës sa Kosova dhe Maqedonia të duket listë dëshirash, tani është çështje vizioni kë. Ti 20 milion euro, 1 kilometër rrugë të duket, incenerator inexistent të duket... Të ka dyfishuar çmimin e pronave të gjithë. Ore, unë një shtëpi ka dhe një shtëpi me 20 vjetë kështu, me 20 vjetë kredi. Ti sa shtëpi kjo fatos? Jo 200 milion euro. Po sa shtëpi ke ti? Dhe kur do shesësh në njërë? Po kur do ta shesësh? Një kam unë. Po do ta shesësh atë që unë vlerë kanë 3 dhe 4. Po të lutem, po do ta shesësh atë shtëpi me që po ata fëmijët e tu do blejnë do të shtime me minimumin jetik mos luani me qytetarë. Po si mund të bësh politikë se u rritë vere sepse është misioni pa mundur. Unë e tha zoti Gjokuta i listë qokash për buxhetin që të duhet krenari që njëri sot i duhet 20 vjetë për të blejnë një shtëpi. Tani këthet në utopi blerë shtëpi për një të ri. Tha, nuk kam parë, të paktën deri tashti, një parti që quhet e djathtë, ose që ka një historik vendimesh të djathta, pra që konsiderohet një parti pro-biznes, një parti e një shtetit të vogël, me administratë. Po i ullë barën fiskale, ja bëndë 10% të atë... Ullë të shmimin e energjisë. Taksa e shesht i dashur i lirë, kur u zbatua tek ne, në vitet 2007, apo 2008-2013, në atë kohë, 15 vite për para, apo 17 vite për para, zbatohen nga 52 vëndet të Evropës në 23 të tjela. Tani pas 15 dhe 17 vitesh, do të di se sa vënde të Evropës e kanë taksën e shesht të pasë. Sa dhe pse e kanë equr? 4. Pse e kanë equr tjera? Ti përmëndet e tjera, sepse nuk ishte efektive. Taksa e shesht sot e ka Ungaria dhe e ka 6%. Nuk e ka 10%. E ka të përzirë. Janë të përzirë. është karakteristike vëndeve në zhvillim. Edhe progresive edhe shesht. Të pastër fare, si që propozoni ju, i dashur, 17 vënd. Muqo e kanë vetëm 4 vënde dhe unë po t'i japë edhe me emër. Ungaria 16%, Letonia 17%, Rumania e ka në 13% dhe Georgia asnjëra nga këto se ka të pastër të shesht gjithandej. Të gjitha e kanë të shkallëzuar në përtarët individuale, nuk asnjë ka të shesht. Është një mision i dështuar që në lindje, që në Pelena. Po pse Maqedonia e Veriut, nuk e ka të pasë. Malizi. Jo, nuk e kanë të pasë. E kanë të përzirë. Kanë me 2 sisteme. 50%. Por,
Çfarë thot një studim i Fondit Monetar Ndërkombëtar? Ato 4 vende që sot kanë taksën e sheshtë, kanë të ardhura për frym, më pak se sa vendet e tjera, që mund ta kenë edhe të sheshtën brenda, siç e përmendi me drejt Klodi, që janë edhe 13 vende të tjera, 17 gjithsej. Pra, çfarë del? Del që ajo lev nuk është më lev Arkimedi, nuk lëviz dot gjë, nuk të rrit si me magji kjo taksë e sheshtë, aq më tepër në nivelin 10% sa të shpremtohet, ato të ardhura që mendon ti të bësh të gjitha ato pastaj premtime realitet. U tha me shumë të drejtë nga Klodi që gjykoi se fatura është 350 milion euro e minimumit jetik brenda 100 viteve të para, nga 100 ditëve të para, apo jo? Por, ki parasysh çfarë është në minimumin jetik? E përmendi edhe vetë Klodi. 357.000 pensionistë, 950 euro që i kanë sot pensionin. Si do ja u çosh atyre 200 euro me njerë? Me çfarë? Urdhri peshku do nxjerrësh 290 milion euro nga buxheti i shtetit. Duke mos vjedh nga buxheti i shtetit nga 1 miliard euro shpërdorime. Qytetarëve tanë, asistencë sociale, 64.000 që sot marrin 100 euro, si do ja u dyfishosh? Me urdhën e peshkut, 171.000 pensionistë që i kanë pensionin 150 deri në 200 euro. Me sa do ja ushtosh këto para që duhen? Gati 78 milion euro plus në buxhetin tonë, timit tëndit, me urdhën e peshkut. Se parat gjëndës 161.000 invalid pune, një pjesë e cilve e ka dimën nga shteti më pak se sa 200 euro. Si do ja uqosh 200 euro? Rritet fasha të jo paguar. Po ta lexosh atë program flasin, nuk është vetëm punë para për rrudha. Si do i qosh? Po si do i bëj PS-ja, pa njësoj do i bëj njësoj do i bëj PS-ja me PS-ën. Ato 350 milion euro e mbyllim diskutimin e 200 euroshit. Ke shifrën real. Më falni sekondë, mbyllim se si do i bëj PS-ja, do i bëj edhe PD-s, atë njëjti buxhet do shfrytëzojnë. Problemi nuk është se do i bësh 200. Problemi është te filozofia se për 100 ditë, unë kam ke 100 ditë. Në ratë parë merret nevoja një, çfarë nevoje kanë këta pensionistë, këto shtresa nevojë, në ratë të dytë ndërtohet një politikë afatgjatë as 100 ditëse, as 2 vjeçe, as deri në 2030, por derisa të mbajë llogari e buxhetit, dhe në ratë të tretë pastaj thuhet, shiko, unë dua si qytetar të denj, jo tu arris tu 200, pse ma vendos ti mua çmimin e jetës time. Kjo ma jo është një masë çmimi i jetës aktuar bashkë me jetës. Jo, falni sekondë. Çmimi i jetës dëshirash, atëherë çmimi i jetës së denj. Jo, më ka paguar banka. Çmimi i jetës së denj. Janë bërë më të majtët me këto çmimi i jetës premtime. së denj, se një pensionist i sot është 1500 euro, që të jetojë dhe ai denjësisht. Po jep ja qytetar. Pse s'ja ke Jo, për një sekondë. Atëherë nuk ja jap dot. Atëherë çfarë do bëj ti afrojmë kësaj dhe si do i gjejmë mundësira që do pres që të shtrikoj. Si do gjejmë mundësira? S'kam parë faturë. Logjika pastaj do ja presim inceneratorëve, atyre këtyre këto janë me magji dhe me urdhë peshkut, pa diskutim. Dhe ato nuk merren kollaj se janë kontrata në lojë, janë shumë elemente. Siç nuk i prishi dot PS-ja kontratat tuaja në 2013, pesë kontratat e famshme nuk i prishi dot PS-ja, u zotua. Jo, PS-ja i vazhdoi. Edhe po desa prish dot kontratat e PS-ja. E ka kostuar një lisa do kushtoj karta e edhe u azgjati. Pra, buxhetin e shtetit në vit. Tu nuk është vetëm punë buxheti tani, për jashtë filozofisë. Çiko, nga pjesa më e madhe e popullsisë. Po jo mos i hy fare diskutim se do të bëhet. Ku blen bukën, ku blen orizin, ku blen gjalpin, ku blen djathtë. Po prek buxheti s'prek dhe leku i pensionistit. Po prek buxheti aty, se nuk është vetëm aq rrjedhja fiskale. Rrjedhja fiskale është për teja saj. Ti e krijon sekun, e ke menduar ndonjëherë një kosto sa të shkon fiskale mesatare në vendet e rajonit sot. Të kartën e konsumatorit, sa i rëndon buxhetit? Sa janë të ardhurat fiskale në raport me prodhimin e përgjithshëm në vendet e rajonit sot që po flasim? Ndërtuar politika të po të lutem më thuaj, ore po flasim për Maqedoninë e Veriut, për Malezin, po të krahasoj me Francën dhe me Italinë. Ti e ke Al Taksi e ka publikuar, sa i ka thuaj e pak? Po i ka mbit 30%. Po sa mbit 30 sa? Mbit 34%. Por çfarë kanë ato? Konkretisht, sa e ke ti sot në Shqipëri? Sa e ke sot në Shqipëri? Shiko, në ratë parë kanë një administratio politike njëherë. Në raport me ne. Po jo, po se këtu fillon kush do i mbledhi. Problemi është që ne nuk kemi problem tarifash. Norma statimore, ne kemi problem mbledhjes në terren. Po më pyete si do ta bësh? E kanë korrupsionin më të ulët se ne. Po do ta ulim korrupsionin, ky është qëllimi. Një sekond. Ky është qëllimi. Po 90 ditë e para do ta uli korrupsionin. Hedhin më shumë shpenzime sociale dhe i marrin mbrapa. 100 milionë euro. Dhe sa ju mungojnë. Më pyetja do t'i heqim korruptuarit. Sa do ishin nga administratori? Lodi kishte vetëm pyetje. Të keni vënë një shifër. Të gjitha kanë korruptuar. Kishte vetëm pyetje. Të gjithë 40 vjet.
të gjitha ata që dalin sot edhe bëjnë fushata. Po, edhe këta që dalin sot do i vini një pa korruptuar, edhe korruptuar, duhet një sistem që mos korruptuar. Nëse flasim për buxhet, duhet të ngritur një sistem nuk i shkon të qaj hallin buxhetit, se ne kemi parë se si lekët e buxhetit i vënë edhe këtej. Nuk është problem buxheti. Është problem filozofie se si ti i qasësh popullsisë, njerëzve me politikat me filtra publike, ku të thuash që unë për atë 500 euro minimale kam bërë një llogari për veten time si buxhet, se do marr të mirat, po edhe për ty si biznes, si do të lehtësoj se ti do të për formalizimin. Momenti që s'ka një faturë me studime, me analizë të mirëfillt për çdo propozim, atëherë propozimi është o qok o gjob. Po jo vetëm kush është qok? Qoka janë po të lutem shumë. Lista e qokave, lista e gjobave që po e heq. Jo, buxheti këtu është bërë. Tatimi fitimit që ta do të përgjysmojnë. E kam premtim? Po mirë, pse nuk kemi shqiptar? Po sa zë? E ke 570 milionë euro. Gjithë të ardhurat, më falni. Në 2024, në vitin që u mbyll. Gjithë të ardhurat që flasim, sa do të shkojë gjysma e saj? Ekonomia nuk është e kemi bërë llogarinë? E kemi diskutuar 280 milionë euro. Jo më do ledhi me euro duke luajtur korrupsionin. Shiko, e gjithë fatura, ose e gjithë ajo çfarë lidhet me tatimin që quhet i shesht, prek vetëm 18% të ardhurave të buxhetit. Pra të diskutosh kaq shumë për 18% të ardhurave të buxhetit. Po diskutojmë sa të ardhurat 7.1 miliardë ke tash, 18%. Dhe këto 18%, ajo do rritet. I thon 1.4 miliardë. Supozohet që ti do kesh më shumë njerëz që do të paguajnë. Po i ka mbaruar sa që që preke 1.4 miliardë, janë paguar. Po e di zoti që okutaj shumë mirë. Po Danaj, i realizueshëm apo jo? Atëre, tani problemi unë i qëndroj gjithmonë ides që para se të publikojmë shifra, bëhen më gjithë shka është e bëshme. Duhen dhe ca leka. Të ketë një vullnet politik, si që rriti partia aktuale, pagën e administratës publike, pagën minimale, me vendim këshillit ministrave, u bëdhe dhe këtu rriten. Problemi është që duhet të ketë një bazë të fortë studimi mrapa. Mua nuk më pëlqen që thotë që i ditë të para. Bëj një program, shpërndaj në 4 vite, nuk e shpërndaj do të më shumë, në 4 vite, thuaj si do të bazosh. Unë jam dakord që rritja e bazës ty do të cilë më shumë të ardha dhe unë e besoj këtë gjë, por ama nga ana tjetër, kjo prerja korrupsionit që po themi, që do ikin ata, do vinë këta, duhet të shoqërohet se edhe këta që janë në burg sot, dikur ishin pa korruptuar, erdhën në përkarrige, ju duk vetja zotër edhe filluan morën gjithë shka. Problemi është e njëjta gjë, mund të përsëritet historia nëse do të vi Partia Demokratike në pushtet. Dhe nëse përsëritet historia do thotë që nuk keni bërë asgjë, vetëm thjesht është ndërruar një kryeministër me një tjetër, por i ndryshon emri, se logjika është e njëjtë. Se ti arsyeton mund të, do me thënë, nga ana tjetër unë kërkoj, ja e përfundova. Sot e ke fakt, është një ndër qeverit më të korruptuara në histori, të dhënat e transparency international. Po dhe nuk e kundërshtoj. Ta nxjerrin ndër më të korruptuara. Po pikërisht nga që unë kam këtë fakt, nuk dua që të vi një fakt i dytë si ky i pari. Dhe unë prandaj po them, ti si opozit që ke pasur 12 vite kohë, të studiosh gjithë problematikat e këtij vendi. Që studiuar ke një program i 100 faqe. Po, 100 faqe që ndoshta e keni publikuar? I publikuar fatos. Po digemi ta lexojmë 100 ca faqe. Ma dërgo se ton ekran edhe s'na japin gjë. Kam shkuar ke dërgojmë që tani. Po, gjatë tjetër që do doja. Gjatë tjetër që unë do doja. Unë i qëndroj akoma, ingranazhi ekonomik nuk është për mua. As ajo pensioni, sigurisht që pensionistët duhet mbrojtur jashtë shtresa më e pambrojtur e ekonomisë. Por ama unë doja një ingranazh të zhvillimit ekonomik. Se e thot Banka Botërore, që minimumi etik është 200 euro, unë nuk e marr fare për bazë. Banka Botërore nuk di realitetin ekonomik të këtij vendi. Nuk di dinamizmat ekonomike që ne kemi. Banka Qendrore nuk të merr për bazë korrupsionin ty, që ke galopant dhe duhet paguash edhe atje ku themi mjeksi falas, ti duhet vesh paguash sepse ai thot nuk më punon mua skaneri, ikte privati, të çon atje te privati. Po shpjegoja Fatosi këtu se Fatosi. Po shpjegoj. Jo mund të pranoj që mjekësia nuk është e gjitha. Ajo që unë kërkoj. Fatosi thotë që janë. Po unë listë me dëshirave që ma nxjerr para qytetarit. Kjo 200 euro të vi me një studim, pse do merret kaq është kosta e pesës, kaq është shporta për ty. Edhe një herë ka ardhur. Po keni ma shportën me 7 produkte mërbur. 7 produkte shporta, kur realiteti është 25 produkte. Nuk duhet të vazhdoni më si që jemi sot. Ju duhet të planifikoni. A duhem të qojmë në Europë këtë vënd. Nëse një ditë do të shkoj. Nëse një ditë këtë vënd do të shkoj, që unë e shikoj shumë të largë, gjithsesi, me këto hape mbyllet e kapitullave, por nëse një ditë do të shkoj, ju duhet të planifikoni shportën si që ka Europa, valla. Jo të dini aty të bëni tani parashikimin e ajër. Jo më të shkojmë për të shkuar, po varet çfarë mushke do hypim. Që të shkojmë? Po për të shkuar, kur shkojmë ne është për bërë Europa. 7 lek kilovatori. Çfarë efekte ka? Është realizueshme apo jo? 2.5 është kostu, a thotë Muçon.
Po nuk është aq i dashur i lirë, është kosto jashtëzakonisht e madhe. Po uji rrjedh në kaskadë, thirrën e ndërtoi komandanti. A mund t'i bëj Klodit, që është ndërartuesi, është ekonomist i mrekullueshëm. Po. Klod, sa arktojmë sot nga energjia e shitur? E di, në vit sa milion euro, sa qindra milion euro arktojmë? Me shifër të saktë. Atëherë, ti premton nga 14 lek që është kilovatori, ta qosh në 7 lek. Ta përgjysmosh. Po apo jo? Po. Ti premton nga, sepse tani është ullur, nuk është më 9.5. Po premtoj një kosish. 8.4 lek. 8.5 lek që është sot e qytetarit, dhe që është 52%, është që më shumë se sa biznesi paguan, se ka që janë familje tonë, 650.000 familje, që përdorin energjinë elektrike, ta qosh në 7, prapë se 7, a që ke, 6-7, diçka e tillë, kërkojnë ndjesë. 7 për familjet, 6 për biznesin. 6 për biznesin. Pra, nga 14 e zbret për biznesin 6. Ndërkohë që sepse qëllimi im, objektivi im nuk është shitur unë të bëj para panele diellore. Objektivi është kaloj me panele diellore. Ti ke që para 4 vjetë që po diskutonim bashkë, që do bëje bursën e përbashkët të energjisë dhe ti do të gjitha problemet. 235 milion euro pagesë të energjisë në vit. 235 milion. Po nëse biznesi kalon me panele diellore, fatos të ullet e buxhetit. 55% po pse blen energji me 200 euro dhe shet me 20? Doja mungosh buxhet. Po pse blen me 200 dhe shet me 20? Që mbahet nga taksat tona. Ti doja heqesh gradualisht me këto premtime nëse shiko, po shkove në pushtet, vetëm një lutje kam, po e more pushtetin. Mos i realizo këto. Se doja heqesh të gjitha patericat, shtyllat, ku buxheti i shtetit për të realizoj, por bazoj diku në një bazë. Qokave, ke premtime të paralizueshme. 40% të ullësh çmimin e naftës. Kur vendos fatura elektronike, patos u vendos që do bëj cross-check informacionit. Dhe do reduktoj inflacioni me 20%. Disa i heq buxhetin shtetit ti. Se ne do ta bëjmë. A i ke bërë ndonjëherë llogarinë sa i heq me këto premtime? Jo, nuk i heq asnjë. Nuk i heq asnjë lek se shtojnë nga të tjera. Sa mund t'i shtojnë fatos? I hiqen nga sa mund t'i shtojnë? Shto ujë. Jo. Kaq është. O fatos sa mund t'i shtojnë? Jo, mos shiko vetëm nga një, shikoj nga të dyja. Leto nuk është me një dogë, me një urdhër peshku sa mund t'i shtojnë me rritje të konsumit fatos. Lutem shumë. Mos ngec spirancën ke një shifër që ta ka dhënë kontrolli. Me rritjen e eksporteve, me rritjen e konsumit. Nuk janë 1 miliard euro të gjitha dëme ekonomike. Dëmi ekonomikës shumë më pak. Një pjesë janë fitimi i munguar i gjithë këtyre llogariteve. Prandaj e ke utopi të pastër, të arrish të marrësh me një luftë 100% kundër korrupsionit që prapë nuk besoj se do të arrish. Edhe në 100 ditë të para, po 1 miliard. Sa ishin të ardhurat fiskale në raport me prodhimin e përgjithshëm bruto në rajon dhe sa i ke ti? E di fare mirë sepse kemi informalitetin më të lartë, ta ka përmendur. Po pse ke informalitetin më të lartë? Po pse ke më të lartë? Ta ka përmendur një pesë. Po pse ke më të lartë? Pse ke? Sepse je i paaftë të luftosh. Po pse je i paaftë? Atë korrupsion. Pse ke ndërtuar këtë administratë kapilar? Po pse ke shtuar administratën me 50.000 veta? Jam dakord me fatos. Jam shumë dakord. Po pse ke shtuar me 50.000 veta? Dhe ke shtuar fitimit të deklarohet sot që flasin. E diti sa përqind e fitimit deklarohet? 570 milion euro që duhet të ishin 1.2 miliard euro. 1.2 miliard euro çdo vit. Por mos bëlloj shifra. Se ke shtuar me 50.000 veta administratë publike. Sa është rritur presioni o fatos. Dhe nuk e merr dot. Pse nuk e merr? Po pse nuk e merr dot? Sepse pikërisht pra, ke ata tatimorët e tu dhe të mitë të famshëm. Jo, nuk e tatimorët. Që punojnë për të trukuar. Që qëllimi i tyre është nuk e di, për patronazhizëm nuk e di të jenë tatimor. Mbase ka dhe ca për e ty tatimor, nuk e di. Por, të them këtë, këta tatimor çfarë bëjnë? Punojnë për biznesin më shumë se sa për qeverin që e mbajmë neve nga... do me të tje pranon që këta që nga... Unë e pranoj që të shkeme të, sepse këtu është informaliteti real. Këtu burojnë ato miliarda euro që i mungojnë buxhetit tëndi dhe kur e ke ditur në 12 vjet, pse se ke bërë? Si do t'i marrësh ti to? Po pse se ke bërë në 12 vjet? Prandaj ke utopi. Po pse dëshira? Po pse Maqedonia e Veriut? Krejtësisht jo serios. Bosnia, po pse Kosova? Po Kosova. 12 vjetësh që sa vjet shtet ka Kosova o fatos? Kosova ka 2 gjëra. Po.
E para, Sa vjetë shtet ka? taksën e karburantit, që është taksa e qarkullimit, nuk e merë tek ajo Jo, sa i këta... pika Mos e ndryshopjete. pakicës. Sa vjetë shtet ka Kosova dhe të njëjtën gjë bën dhe Kosova Maqedonia e Veriut. Prandaj nuk e një administrat atimore ju 12 doni vjeçare në bujqësi të gjasoni Kosovës, apo jo? E keni si ide, e keni iden tuaj. Pra, ju thoni subvencion për kilogram prodhim ishte më mirë se sa Maqedonia e dhe për litër qumë Ja të marrin një qikë patos, në shëndetësit duan të marrin modelin Gjerman, ose e kanë prezentuar më sa. I cilin vetë vete, unë nuk e di se sa mund të arrihet, por e shikoj shumë ambicios për arsyen e tij se edhe sikur të dyfishojnë, për arsye se është të që do të dyfishojnë fondet e shëndetësisë, nuk arrin dot në atë objektiv edhe sikur të jeni në mandatin e dytë apo të tretë. Për arsyen e thjeshtë se shëndetësia ka probleme të mpreta njëherë në mënyrën se si menaxhohet, si konceptohet si sistem. Pra, ajo çfarë do doja të dëgjoja nga partitë është të dilni nga zhgualli i vjetër, nga modeli i vjetër, për arsye se vazhdojnë në tjetër model dhe të merrnin në dorëzim inventar shtetin. Të thoshin që kush nga, se me këto nuk e bën dot shteti, me këto shtetin filloni heq dhe ato çik pupla që mund t'i ngelen. Po të dëgjoj premtime një ndër Jo, pra jo, nuk është punë premtime, është punë filozofie. Pra, kush e merr në dorëzim shtetin? Shiko. Unë do doja nga podea për para se kësaj, për te retorikës politike që bën, se kjo është moda, të thoshe, shiko, ne do marrim dorëzim të shtetit që ka këtë. Po ka një muaj që po të thot këtë gjë është. Po nuk e kur është prezantuar programi ekonomik, është që ne do marrim ne do kontrollojmë çfarë është bërë deri më sot. Po nuk shikoj asnjë. Do bëjmë një inventar dhe do të bëjmë një bilanc se çfarë është bërë. Unë merrem gjatë gjithë ditës dhe muajve me analiza. Nuk shikoj asnjë analizë, do i ndjeja se njeriu i kupton. Një analizë që të më çojë në këto rezultate. Unë bëj analizë dhe s'më çon asnjëna te kjo. Nuk te këto rezultate. Pse? Se këto nisen vendoset objektivi dhe pastaj do dalë rezultati. Në fakt do të ishte e kundërta. Sapo të mbyllet ajo që thash më do të përpara. dërgoj programin. Nuk bën, shiko, duhet të jetë dorë. Jo këta, se këta nuk heqin dorë, po ata të rinj nëse do heqin dorë kush të vi, që të bëhen politika politike, të bëhen politika publike, do të thotë që shumë mire kishte kap një kolegi Fatosit, qeveri hije. Çdo me thënë qeveri hije, çfarë roli do kishte për PD-n. Do e mbante më të tiruar qeverin, do rriste më shumë besim në publikut dhe do tregonte një përgjegjësi më të madhe. Në momentin ju i keni ato, se unë nuk e di diskut, ju do me thënë, partia i ka ato. Problemi është që publiku duhet t'i përcjellet pikërisht kjo lloj qasje që do e marrësh dorëzim shtetin në forcë politike, po. Atëre më thuaj çfarë do ndryshosh ti nga këto? Apo më ktheve me këtë që unë do kthej taksën e sheshtë, e do kthej ato e këto janë politika të skaduara, ka skaduar koha më. Nuk bëjnë më. Ne kanë 60 shtete në botë. Është si puna e telave, është si puna e telave që kanë dalë tela të ri, nuk janë më. Ju i ktheni teknologjisë kaluar të administrimit. Me thënë Hungaria, Letonia, Lituania, unë kam investuar. Prit më një sekondë, sa kemi marrë konsiderat ju fiskalizimin, se tani e kemi peshqesh, nuk kemi çfarë bëjmë. Sa kemi marrë konsiderat nismat që ka firmos kjo qeveri, se janë koston nëse do i prish apo nëse nuk do i zbatosh. Sa kemi, se kjo është analiza. Analiza kjo është e fizibilitetit. Do përmirësohet, do bëhet keni bërë një analizë fizibiliteti të dalin të ajo që thotë të Vjolti me të drejtë që fizibiliteti është për te 4 viteve madje, është vizion afatgjatë. Gjokuja, efektuem përmbledhje se kemi kaluar minuta. Po pra, vizionet unë këtu i shikoj njësoj siç kanë qenë të kaluar në afat shkurtra, janë premtime për të kaluar radhën dhe momentin, sa më shumë sensibilizojnë dhe janë të tilla që aty buronde pamatshmëria apo paralizishmëria e tyre. Janë premtime të mrekullueshme. 10 sekondat e fundit. Të mrekullueshme si dëshirë e mirë, por janë listë dëshirash. Më thuaj një mekanizëm, një gjë. Patos, faleminderit, Vjolti faleminderit Klodi, faleminderit Eduard. Ky ishte emisioni për sot, rishjemi të anën tjetër. Natën e mirë të gjithëve.